Avokat, kënaqësi që të kam, si gjithmonë. Përshëndetje. Almer Toska, drejtori i portalit Timoni.al. Almer, kënaqësi që të kam. Faleminderit. Arber Hidaj, koleg gazetar. Mirësevgjë. Arber, kënaqësi që të kam. Drejtori i Lexo.al, Flogert Musha. Flogert, kënaqësi që të kam. Mbrëma. Avokat, do ta nisim me atë që me kryengjarjen, le të themi, që do të mbetet edhe për një kohë gjatë. Shkarkimi i Erion Veliajt. Në kuptimin juridik, çfarë do të ndodh tani më që edhe, le të themi, Këshilli i Ministrave e vulosi shkarkimin që ju bë nga Këshilli Bashkiak? Do ndodhin ajo që kishte programuar Edi Rama shumë kohë më përpara, që e vulosi diku nga data 9-10 shtator në Asamblenë e Partisë Socialiste, kur nxorri si kandidate zonjën Manasteliu, pra akoma pa e zhveshur nga pushteti juridik Erion Veliajn, teorikisht dhe praktikisht e nxorrin në pension për sa i përket Bashkisë së Tiranës, dhe tani ka ngelur thjesht proceduraliteti i kalimit të vendimit të Këshillit të Ministrave në publikimin fletorën zyrtare, dekretimin nga ana e presidentit të zgjedhjeve të reja. Ka vetëm një ngërç, po doni ta konsideroni një gjë të tillë, fakti në rast se Erion Veliaj nëpërmjet avokatëve të tij do ta apeloj këtë vendim në gjykatën kushtetuese. Pse? Nëse apelon, çfarë ndodh? Ka dy raste tani. Të jap mendimin tim në raport me kjo. E para njëherë duhet të sqarojmë një gjë shumë të rëndësishme, se kam dëgjuar shumë domethënë në shumë media këtë idenë të qenurit në arsye apo pa arsye në vendin e punës. Lexoni me vëmendje se çfarë thot Neni 62 i ligjit 139/2015. Nuk thuhet në asnjë moment që 3 muaj, nëse mungon 3 muaj me arsye apo pa arsye. Ligji thot 3 muaj në mënyrë të pandërprerë. Pra shumë e rëndësishme kjo, sepse ngatërrojnë me Neni 72 për shkarkimin e një deputeti, i cili e ka 6 muaj dhe kur mungon pa arsye në kuvend. Pra ka ndryshim thelbësor midis njërës dhe tjetrës. Po, koleg tuaj, domethënë thonë që nuk ka asnjë lidhje procedura që ndjek, le të themi, Këshilli Bashkiak për shkarkimin e kryebashkiakut me fjala vjen procedurën që ndjek Parlamenti për shkarkimin e kryeministrit. Është pak a shumë e njëjta gjë, po le çfarë thon ata. E njëjta gjë është mblidhet Komisioni i Ligjeve në Këshillin Bashkiak, një Komisioni i Ligjeve në Parlament. Aty thjesht ndryshimi qëndron në faktin që Këshilli Bashkiak nuk e shkarkon me njëherë, por vetëm një propozim i Këshillit të Ministrave që ta bëjnë gjë të tillë. Pra e voton shkarkimin, por vota e këshilltarëve bashkiak duhet marrin formë të prerë, teorikisht administrativisht, në momentin ku merr kundër bulën e prefektit dhe pastaj firmën e Këshillit të Ministrave. Ky është ndryshimi vetëm dhe asgjë më tepër. Po ndalohem te pjesa e pandërprerë. Sepse nëse do shkojë çështja në gjykatën kushtetuese, thjesht për mendimin tim thjesht mund të vonohet procedura e zgjedhjeve në Tiranë, po as gjykata kushtetuese nuk mundet të japë një vendim tjetër për te vendimit që ka marrë tashmë kryeministri apo Këshilli i Ministrave. Sepse në rastin konkret nuk bëhet fjalë domethënë nëse do duhet të gjykohet sepse ka munguar Erion Veliaj në vendin e tij të punës. Nuk e thot ligji kështu. Ligji thot vetëm ke munguar 3 muaj në mënyrë të pandërprerë dhe nuk i lën prerogativ apo interpretim pse ke munguar për 3 muaj në detyrë. E kuptuam? Kështu që në të gjitha aspektet, edhe sikur gjykata kushtetuese ta marrin këtë në shqyrtim, pra në momentin kur Erion Veliaj nëpërmjet avokatëve të tij do shkojë ta ankimojë, sigurisht që do duhet ta marrë me patjetër dhe pezullohen gjitha veprimet deri në momentin kur shprehet gjykata kushtetuese. Por unë po shkoj përtek kësaja. Edhe sikur ta marrin në shqyrtim çështjen e Erion Veliajt për 1 muaj, për 3 muaj apo për 6 muaj, varet se kur e shqyrton gjykata kushtetuese, në të gjitha rastet, unë besoj fort që gjykata kushtetuese nuk do japi një vendim pro Erion Veliajt, sepse nuk mund ta japi një vendim pro Erion Veliajt për shkak se i tillë është bërë ligji në momentin e shkarkimit të një kryetari bashkie. Dhe njëherë po e them, thuhet 3 muaj në mënyrë të pandërprerë, nuk thuhet me arsye apo pa arsye. Dakor, po. Që realiteti pastaj ka një gjë tjetër, më fal, tash shteroj një herë mirë.
Proceduraliteti pastaj ka diçka tjetër, se kam dëgjuar edhe këtë historinë, por mund të hidhet poshtë për shkak të domethënë se nuk u dëgjua në këshill. Nuk vajti në atë dëgjimoren. Edhe një herë, Erion Veliaj mund të kishte shumë dëshirë që të shkonte të bënte domethënë teatr apo të jepte ku diun të jepte ato prerogativat e tija në këshillin bashkiak. Por nuk është në tagrin e personit në fjalë, cili do qoftë ai, që të shkojë dhe të dëgjohet. Do duhet ta bëj këshilli, pra institucioni është institucioni që bën kërkesën ndaj drejtorisë burgjet dhe prokurorisë në rastin konkret Spaku, ata duhet t'japin lejen që personi në fjalë të vi të dëgjohet apo jo. Ashtu sikur kanë tagrin që ti thonë jo, nuk duam që të vi ta dëgjojmë fare, mund t'i sjellin me shkrim të gjitha, le të themi, vërejtjet apo kritikat që ka në raport me vendimin që do marrë. Pra edhe në këtë rast, proceduraliteti ka marrë fund dhe nuk ka krahasim me atë që ka dhënë Gjykata Kushtetuese në raport me Zef Hilen në vitin 2021. 2019 Zef Hila u shkarkua, por nuk u ndoq asnjë lloj procedure. Ai u shkarkua në bazën e 162.1 për shkelje të rënd, sepse mori kutitë e vontimit dhe prishi zgjedhjet në Vaun e Des aty ku ishte kryetar bashkia asë kohe. Pra ndryshon e qartë, avokat. Po. Çfarë parashikon, kush janë, le të themi, skenarët e mundshëm të zgjedhjeve të parakoshme në Bashkinë e Tiranës? Skenari parë është që Erion Veliaj nuk shkon fare të ankimoj. Nuk shkon të ankimoj dhe Berisha sot e paralajmëroi që e gjitha po bëhet në mënyrë që Veliaj të mos shkojë të ankimoj. Nëse nuk shkon të ankimoj, atëherë në 3 sekond. Po. Le çfarë thot Berisha, çfarë them unë tani? Berisha më thirr aty të thotë domethënë argumentoj. Unë them që mundet të mos e ankimoj dhe këtu nuk po bëj kasandën, as po jap në superlajm, po besoj fort që mundet të mos e ankimoj, duke kërkuar edhe një lloj dilli të nëndeshëm, po them unë, po bëj një kështu sofizëm tani. Unë s'po e ankimoj vendimin, por të paktën më nxirrni jashtë. Le të themi më nxirrni në një detyrim paraqitje apo arrest shtëpie, mos rri më në burg. Dhe kjo do ishte krejt normale, sepse në rastin konkret, kur merret një masë shtrënguese, masa shtrënguese presupozon provën dhe lirinë e veprimit të personit për të cilin është i pandehur në rastin konkret. Provat ka marrë fund sepse dosja është më tashmë në gjykatë dhe nuk ka lidhje më, është vullosur nga ana e prokurorisë. Caktimi i personit domethënë le të themi në dispozicion të prokurorisë, mjafton që t'ja marrësh Erion Veliajt pasaportën dhe s'ka ku të shkojë. Pra, kjo mund të jetë dhe një lloj dilli, po pra thashë një tjetër, është analizë. Unë nuk e di se çfarë ka në mendje Erion Veliaj apo edhe avokatët e tij. Po më thua që është mundësia që Veliaj të mos e ankimoj, por njëkohësisht gjykata të marrë një vendim dhe ta nxjerrë jashtë? Po, gjykata ose Edi Rama, se unë kur them gjykata, unë them Edi Rama, që kuptojmë drejt domethënë. Mos i bijmë kështu tangent. Kuptojmë drejt domethënë, është Edi Rama dhe ky është versioni le të themi ai që ka pak gjasa të ndodhin e di shumë mirë domethënë shumë njerëz do thonë që s'do ndodhi kështu. Po marrat versionin që është bindës për gjithë juve. Erion Veliaj shkon gjykatë kushtetuese, teorikisht gjykata kushtetuese mbas ligjit do duhet që një çështje të tillë ta shqyrtojnë brenda 30 ditëve, kështu e thot ligji, 30 ditëve, por gjykata kushtetuese mund ta çojë këtë edhe 2 muaj dhe 3 muaj dhe 5 muaj sepse thot kam ngarkesë dhe nuk e shqyrtoj më një herë. Më kupton? Megjithëse aty ajo gjykata kushtetuese s'ka as pikën e ngarkesës, por gjithsesi po e marrin me qenë atë që thon ata. Ashtu. Kjo është rasti, skenari më i keq është që zgjedhjet në Bashkinë e Tiranës të bëhen në pranverën e vitit 2026. Ky është rasti skenari tjetër. Arbri kishte më i keq. Kurse skenari më i mirë bëhen në brenda vitit. Okej, të falenderoj avokat. Po Arbër. Po, mund të ndodhi kjo që Veliaj mos ta ankimoj dhe këtë vendim dhe automatikisht gjykata ta liroj, por jo sepse është një porosi e Edi Ramës, ashtu siç tha avokati dhe unë këtu e kam objeksionin tim, por sepse nuk është mirë rrezikshëm që të bëj shkelje të tjera dhe të intimidoj dëshmitarët, sepse pikërisht sepse më parë, nëse do liroj, do vende prapë në zyrën e shtetit dhe me argumentin që mund të krijonte probleme, intimidonte dëshmitarët e të tjerë, tashmë këtë fuqi nuk e ka më. Dhe kjo mund të jetë një taktik që po ta ndiqte në fillim zoti Veliaj, po të dorëhiqej në fillim, mund të ishte jashtë kangjellave të burgut, sepse do ishte më i rrezikshëm dhe do prishte provat. Pra ka një logjikë
një minut, avokat, një minut. Pra ka një logjik dhe juridike, ka dhe një qasje strategjike që ndoshta mund të ishte ndjekur dhe më herët, zoti Velia nuk e ndoqi punën e tij etj. Por nuk besoj që në këto momente Rama ka më nevojë të bëj dille me zotin Veliaj. Mund të ketë ndonjë nevojë zoti Veliaj për të bërë dill me zotin Rama, por edhe Velia nuk e bën dot sepse nuk ka më çfarë t'i ofrojë njëri tjetrit. Po, pra është një ndarje e pakthim të paktën për 1 vit, 2 vjet sa do zgjasë procesi. Po, avokat. Arber, atëherë, për t'i ardhur sa do pak në kundërshti asaj që sapo the, për të bërë për hir debatit, jo se duhet të kundërshtoj me. Po, për atë kemi. Ashtu. Është je identik 24 orë pas pa dis, le të themi që ngriti spakun ndaj zotit Erion Isaj. Po. Erion Isaj akuzohet për 3 vepra penale, shumë të rënda, identik pothuajse siç i ka Erion Veliaj. Fshehje pasurie, korrupsion, madje Erion Isaj ka edhe korrupsion aktiv dhe korrupsion pasiv. Pra edhe ka marrë dhe ka dhënë se Erion Veliaj ka vetëm korrupsion pasiv. Dhe ka dhe shpërdorimin e detyrës. Këto vepra penale në tërësinë e vet shkojnë ja 15-20 vite burg. Pyetja që u ngre në rastin konkret, pse spaku për Erion Isaj ka shkuar me hetim në gjendje të lirë dhe për Erion Veliaj shkoi në arrest me burg. Erion Isaj për mendimin tënd, a nuk është i pushtetshëm për aq sa është e mundur në atë zonën e tij bashkiake për të prishur prova? Ti ja përgjigje kësaj. Ti ja përgjigje. E para ka një hetim ndaj zotit Veliaj i cili ishte shtrirë në kohë. Dhe nuk ishte vetëm ndaj tij, por edhe ndaj njerëzve të tij. Një hetim ka patur ndaj zonjës Klotilda Bushka, që ka akuza gjithashtu se ka tentuar të ndryshojë dëshminë e dëshmitarëve etj. Zoti Veliaj sipas fakut gjithmonë, edhe pse un kam kundërshtitë mia në lidhje me atë qasje që ata kanë patur, i ka shkruar mesazhe agentit të BK-s, duke i thënë pse i shkruan bashkëshortes time në orët e vona të darkës etj. Pra sipas tyre, zoti Veliaj ka shkuar më tej, pra ka tentuar të prishi prova, të intimidojë dëshmitarët me njerëzit që ka patur afër vetes. Ndërsa me sa duket ndaj zotit Isaj nuk ka një gjë të tillë, prandaj e kanë lënë jashtë, mendoj unë. Por gjithsesi, diskutimi është ky. Në këtë fazë kur zoti Veliaj, unë e insistoj Nardi, nuk ka asnjë mundësi, nuk ka më çfarë të ofroj ndaj zotit Rama. E vetme gjë që mund të ofronte ndaj Partisë Socialiste ishte dorëheqja për t'i mos i krijuar kosto as Ramës as bashkisë. Sepse vetëm kjo qasje ka krijuar një lloj debati në opinionin publik. Unë jam totalisht kundër e ndaj qasjes që ka patur Partia Socialiste duke shkarkuar, sepse jam i sigurt nëse do donin palët, do ta gjeni një pikë të përbashkët. Dhe hyt ata njerëz e kam thënë disa herë dhe dua ta them edhe sot, që e quaj zotin Veliaj një kryetar të bashkie shumë të mirë që ka patur qyteti. Por palët mund ta gjenin një pikë të përbashkët. Nuk e gjetën, jemi para një situate të tillë, ka shkuar aq larg sa tani asnjëri unë insistoj nuk ka mundësi të bëj më marrëveshje me njëri tjetrin. Po, avokat. Tani të thash. Jo, kjo më shumë nëse kishe ndonjë koment sepse kam edhe Almerin edhe Flogertin. Jo, thash mu duk sikur kishe. Jo, këta mund ta mbajnë dhe gjithë natën, se nuk ju mungon as argumenti, as fantazia, problemi është nuk do të gjejmë mësoj. Jo, e njëjta pyetja është paka shumë ajo që i bëra edhe avokatit për 2 skenarët e mundshëm që presin tani Bashkinë e Tiranës dhe le të themi që presin edhe Erion Velin, Dëgjoj. E para herë pas datës 11 shtator nuk ka patur më lajme. Lajmi ishte 11 shtator. Erion Veliaj do të shkarkohet. Pjesa tjetër ishte procedurë. Të prisje ti që këshilltarët e Bashkisë Tiranës. Po, e prisja. Që e prisje. E prisja se i ka zgjedhur janë njerëz që të bëj pyetje. Erion Velin kush e ka vënë kandidat për Bashkinë e Tiranës? Mos më thuaj që strukturat. E ka vënë Edi Rama apo jo? Po, dakor. Po aty janë një sër njerëzish që të kuptojnë ja dedikojnë karrierën e tyre politike Veliaj. Pa diskutim dhe Veliaj ja dedikon mandej rritjen e tij eksponenciale Edi Ramës. Në finale koka e peshkut është Edi Rama. Është maja e piramidës. Dakor. Pra, ne mund të themi çfarë të duam. Në finale, vullneti politik për të bërë gjërat është i një individi tek Partia Socialiste
një individ tjetër të Partia Demokratike, një individ tjetër të Partia e Lirisë, edhe kështu me radhë. Po nëse i rrim kësaj, i duhej dhënë mundësia zotit Veliaj që minimalisht të shprete... Ja, si e mendoj unë, referuar fakteve, le të themi, publike. Në 10 shkurt, Erion Veliaj ndalohet nga Spaku dhe shkon në paraburgim. Partia Socialiste mund t'i thoshte në 10 maj Këshillit të Ministrave që se bëshin 3 muaj që shkarkoje këtë zotrin tani. Pra ka një mungesë sinqeriteti nga ana e Partisë Socialiste në raport me Veliaj. Po t'ishte përshkarkuar sipas ligjit, Veliaj në 10 maj duhet ishte i shkarkuar një ditë para zgjedhjeve. Po, me rregull. Muaj, sipas asaj pra që thotë këtu tregon avokati. që Partia Socialiste dhe Edi Rama ka qenë i pasinqert. E ka ditur që nëse do bënte atë akt ligjor procedurial në atë moment mund të merrte kosto elektorale dhe nuk e la skip, e ka bërë llogarit, po thua tani jemi llogari në elektorale. po tani në 11 shtator, pra 10 shkurt, 10 maj, 11 shtator, pas 7 muajsh pra, Rama merr vendimin. Çfarë ka ndodhur në këtë periudhë? Këtu nuk e merrte dot vendimin sepse ishte para zgjedhjeve. Dhe këtu nga 11 maj deri në 11 shtator nuk e merrte sepse në një farë mënyrë i ktheu rreston Veliajt. I tha unë të shfrytëzova për fushat, nuk të shkarkova sepse mund të merrja kosto politike. Tani po t'jap mundësinë që të kalosh edhe këtë pjesën tjetër të hallkave ligjore, mos del nga burgu, po t'jap mundësinë derisa të mbyllen hetimet, le të themi, ha? Vullneti politik. E la, hetimet u mbyllën, Veliaj nuk doli dhe me shumë gjas, Rama e ka lënë të kuptohet, ka bërë sondazhe për Tiranën. Dhe ka parë që Rama ishte humbje. Veliaj edhe pse ishte në detyrë, vazhdonte të ishte në qeli. Nuk e nxorri dot, duke e mbajtur në detyrë, nuk bëri punë pushteti. Dhe elektoralisht në Bashkinë e Tiranës punët po shkonin katastrofë dhe Partia Socialiste kishte rënje. Tani ishte përballë 2 zgjedhjeve, të pushtetit Partisë Socialiste në Tiranë dhe të formalitetit Erion Veliajt në krye të Bashkisë Tiranës. Në këtë dilemë që Rama ka qenë, siç dhe e keni parë, fjalimi ishte i menduar mirë dhe shumë i kujdesshëm, i binte Spakut, rëndshëm, i tha i ka shkel të drejtat e njeriut, më the thash, i vinte shprehje keqardhi për Veliajn, por siç tha ai, i debatueshëm si vendim tha Rama, por i detyrueshëm. Pra rrezikojmë të humbasim Tiranën si parti politike, si subjekt, për shkak të faktit që kemi Erion Veliaj në burg dhe ose do rrezikojmë emrimin e tij ose qenin e tij në krye, do ta sakrifikojmë qëndrimin e tij në krye të bashkisë, ose duhet bëjmë zgjedhje parakoshme. Dhe është një vendim politik për mua i vështirë për socialistët, i cili po ta shohësh pastaj edhe ti, edhe miq që e njohin politikën si funksionon, strategjikisht është vendimi i duhur për Ramën dhe për Partinë Socialiste. Veliajt nuk kanë në ato kushte, nuk ka çfarë i bën më partia. Ja e lan kryetar. E lan më. Po e lën kryetar dhe e mbrojnë Manastirliun, siç thotë edhe një nga kolegët tanë. Po, çfarë fiton Erion Veliaj? Se kjo është pyetja. Çfarë fiton më? Duke qenë kryetar në burg, ma thuaj pak ti mua me rrogën. Për këtë po flasim. Çfarë fiton? Jo, po flasim për një lloj, ai do të ishte një akt që Partia Socialiste nuk beson tek, le të themi, tek fajshmëria e Veliajt. Ai do ishte një akt i cili do ishte, ja, ta them. Siç është lëshimi i Veliajt tani, një akt që materializon vullnetin e Partisë Socialiste për të lëshuar. Jo, nuk e mendoj. Veliajt. Ai do ishte një akt, nëse ata do e mbanin Veliajn me dhunë në krye të Bashkisë Tiranës, ai do ishte një akt i cili do ishte inkoherent me çdo akt tjetër që kanë bërë. Me Tahirin, me Beqajn, me Dakon, me Dreqin, me Tbirin. Më thuaj kë kanë mbajtur këta në detyrë dhe në funksionet larta të partisë në momentin që ka qenë në hetim. E ka bërë vetëm me Veliajn. Mos harro. Me Veliajn e ka arrestuar në zyrë. Nuk ka rëndësi. Veliajn Partia Socialiste e ka përgjuar kur ka qenë në burg, pra
Mos ngatroj një gjë. Në momentin që nisën hetimet ndaj Dakos për shembull, Dako dhe vetmin pozicion që kishte, që ishte antar kryesie, u hoq. Dhe nuk u rikandidua për Bashkinë e Durrësit. Merri të gjithë tjerët me radhë, janë shkarkuar nga çdo funksion politik dhe ekzekutiv. I vetmi kur kanë nisur hetimet, jo kur kanë mbaruar hetimet. Veliaj në shpritur që dalin, sigurisht që kishin argumente, si ishte njëri i zgjedhur me votë direkte, nuk ishte i emëruar nga kryeministri. Kështu që ishte përpara dy zgjedhjeve për ta mbyllur këtë timen. Ose humbje, që Veliaj vazhdon të rrinte në burg dhe pikët politik Parti Socialiste vazhdonin të binin në Bashkinë e Tiranës dhe të mund të rrezikonin pushtetin në epicentër të Shqipërisë, ose të dilin fitore. Tani te fitore, këtu kam ndoshta një këndvështrim tjetër me Leonardin, me avokatin. Fitore është sepse Rama përballë qytetarëve është korrekt dhe është i qetë, thotë po, nuk shkojnë mirë punët në qytet, sepse s'ka kokë, dhe unë kam vullnetin t'i bëjmë zgjedhjet nesër, pra ju del hakut. Qa kam dorën? Vullnetin politik, gati. Në raport me partinë e tij është korrekt, sepse ka vendosur një figurë që është mbi palët, nuk është pjesë e klaneve, siç është marrë Siliu. Në raport me kundërshtarin e ka zënë gafil, sepse kundërshtari s'priste të kishte zgjedhje dhe Rama doli dhe jo vetëm që tha ka zgjedhje, po nxori dhe kandidatin. Dhe Rama në gjitha rrafshat është në rregull strategjikisht. Veliaj çfarë u mbet? Asgjë. Veliaj tani ka kohën që ta çojnë kushtetuese. Fiton kohë pra, ndoshta nëse nuk janë bërë mirë procedurat, dhe këtu e kam me avokatin, procedurat e gjithë procesit të shkarkimit, propozim shkarkimit ti nga ana e Këshillit, ai mund ketë një favor në gjykatë kushtetuese që të vazhdojë të rrijë aty, edhe nëse ai ligji që thot Leonardi, që është fikse thot avokati, që nuk thot me arsye pa arsye, se ka një arsye pse nuk e thot, se është një kryetar i bashkisë, ndërsa deputetë janë 140. E kupton? Ky është thelbi. Pra, në këtë kuptim, pse mos ta mendojmë edhe ndryshe? Që me këtë lëvizje që ka bërë Rama shfaqsohet dhe deli larë me opinionin publik që po, duhen zgjedhje, unë jam gati, po çfarë t'i bëjmë gjykatës? Dhe Veliaj atë gjën që procedurën e gabuar që mund të jetë ndjekur, e përdor për të qëndruar aty, e për të shkuar në Strasburg jo si qytetar, po si kryetar, e për ta marrë përgjigjen nga Strasburgu më shpejt se si janë shkelur rregullat dhe procedurat në raport me hetimin ndaj tij, shkarkimin ndaj tij, më thash, dhe ta përdor nesër si provë në gjyqin e tij të themelit. Pra mendonja si win-win situation, sepse po të kishte qenë ajo luftë që thua ti. Ajo Erion Veliaj do e kishte bërë çarçaf tani në Facebook. Po. Politik, gjithmonë. Almer, çfarë po ndodh me Veliaj nga mënyra se si e shikon ti? Shko, për mua Erion Veliaj është duke treguar një pjekuri politike në të gjitha hapat që po ndjek. Nuk ka folur, është treguar i duruar. Fakti që janë larguar gjithë njerëzit e besuar që në fillimet e kësaj betejë që ai u arrestua dhe betejë politike që ka pas me drejtësinë edhe brenda kampit socialist, kuptoi që duhet të tregoj një sjellje më të pjekur dhe duhet të prevaloj ftohtësia, logjika para një veprimi nxituar të gabuar. Pse e them këtë gjë? Erion Veliaj, kujtojmë që sa po arrestua, organizoi gjithë njerëzit e vet të cilët dolën në protestë para SPAK-ut. Kjo interpretuar si një sulm ndaj drejtësisë. Erion Veliaj organizoi sulm verbal në takimet në sallën e gjyqit me prokurorët. Dhe këtu humbi pikë. Këtu fitoi këtu përballë drejtësisë u pas një lloj rrezikshmërie. Erion Veliaj po ashtu organizoi gazetarë dhe media pranë tij që të sulmonin periodikisht në mënyrë të vazhdueshme të gjithë njerëzit e drejtësisë. Me të drejtë pa të drejtë, kjo nuk këtë hajde ta interpretojmë, ta gjykojmë, por këto janë konkluzioni është thuaj që nuk fitoi gjë. Pa atje mbet. Gabim bëri, domethënë rezultati. Në këtë ditë jemi sot. Erion Veliaj sot është treguar, po tregon një lloj maturie, pjekuri, po pret çdo lloj sulmi në kurrizin e tij, po e mban, po e ka shtrirë të shpinën dhe po e mban duke pritur që një ditë do të fitojë ai. Dhe unë mendoj që Erion Veliaj fitojë. Duke gabuar këta? Shiko, unë mendoj që Erion Veliaj ka një shans fitoj.
Edhe shansi, nuk do jetë nga ku, do jetë nga përte Atlantikut. Por aktualisht unë mendoj që ai ka një plan, ose mbas Erion Veliej ndjeti pa fuqishëm, hajde marrim gjithë skenarët, dhe Erion Veliej nuk reagon sepse s'ka askënd, por kjo lloj sjellje Erion Veliejt pasive po e favorizon atë. Çfarë sot ne po diskutojmë në për studio dhe po themi që Erion Veliej mund të lirohet, që deri para disa muajsh as mendoje kjo gjë e tillë. Ne themi që Erion Veliej sot është njeri i cili nuk ka rrezikshmëri politike. Po dalja Erion Veliejt, një ujk siç është ai, dalja në sken e bën atë më të fuqishëm. Pra, po me çdo hap do ta liroj le themi gjykata Erion Velin. Shiko, ka një gjë, unë nuk dua të bëj orakullin apo do të bëj profetin, por unë do të them që Erion Veliej në finale do fitoj. Por më lër të jap disa detaje. Sepse anën juridike nuk e komentoj dot, sepse kemi avokatin më të mirë, më thonë nuk futen fare. Dhe unë mendoj që Erion Veliej nuk do bëj betejë ligjore. Erion Veliej po pret një moment. Cili është momenti? Sot, atë vendin bosh që ka lënë Erion Veliej, po e zjeron dhe po e fryn, po e merr Bretkosa, që do të bëhet buall, Belinda Balluku. E mori vesh lajmin e fundit. Belinda ka marrë përsipër të jetë drejtuese e fushatës së Tiranës. E ka marrë përsipër apo e ka emëruar? Është emëruar, mbaroi, është Belinda. Ajo po e zgjodhi e jep ai sepse ai po e lë Belindën që të gabojë. Pra aktualisht Erion Veliej dhe Edi Rama kanë syt që të arrestohet njëherë Belinda Balluku, të fundosë Belinda Balluku, të rihapet edhe një fusha dhe Erion Veliej të futet në lojë. Po si futet Erion Veliej në lojë? Aktualisht brenda nga Shqipëria i ka të pamundur. Erion Veliej ka bërë një lëvizje strategjike aktualisht që i ka ofruar një lloj bashkëpunimi në heshtje Sali Berishës. Pra, ajo nostalgjia e 2005-s duket se ose nevoja e dy armiqve të fortë, kundërshtarëve të fortë. Mendova se nuk do bëjmë debat. Po në për debat. Erion Veliej në 2005 është njeriu që mbështeti dhe u mbështet nga Sali Berisha për një çështje finale që ishte dhe refuzoi të ishte dhe këto e kam vetë parë nga Sali Berisha nga Erion Veliej dhe të konfirmuar dhe nga njerëz pranë doktorit dhe refuzoi të ishte deputeti Sali Berisha. Po, është vërtet, e ka pranuar. Shikoj çfarë ndodhi. Aktualisht të dy janë hall, dhe Sali Berisha dhe Erion Veliej. Dhe ata një gjë mund t'i bashkoj. Halli që të zgjidhin ngërçin dhe të bëhet rotacioni dhe njëri të gëzoj pushtetin, tjetri të gëzoj opozitën dhe legitimitetin politik që i mungon Erion Veliej sot dhe të fitoj pafajësinë. Po si vjen kjo? Aktualisht janë disa tentativa të Sali Berishës që nuk po shkojnë as gjikundi dhe nuk po ngjisin opinionin publik, duke e mbrojtur sepse ne dimë që Erion Veliej e Sali Berisha kanë qenë në një betejë të ashpër, janë kundërshtar shumë të fortë. Edhe pse her pas here ndonjë zbuste çim peka marrëdhëniet, por nuk kanë gjitur kurrë. Erion Veliej ka qenë njeriu që ka mbajtur gazetari New York Timesit në shkrimin kundër djalit Sali Berishës, po ta kujtoni. Për librin që është bërë. Pra, e ka dashur Sali Berishën, e ka dashur në hell të pjekur, metaforikisht. Pra, në thonjza. Aktualisht, halli përbashkët cili është të mundin Edi Ramën. Si do ta bëjnë këtë gjë? Unë mendoj që ka një alternativë. Dhe alternativa vjen nëse ndryshohet pushteti në Shtetet Bashkuara të Amerikës në 2028. Nëse fitojnë demokratët atje dhe rivendoset ajo pushteti i absolut apo pushteti i fuqishëm që ka pasur fondacioni Soros në Shtetet Bashkuara të Amerikës i jep zgjidhjen ngërçit politik në Shqipëri dhe situatës. Mendoj unë si një nga alternativat që Erion Veliej shpëtoi. Që Sali Berisha do të ndihmojë Erion Veliej e ka detyrim. Pra, e ka shamat. Nuk ka ku shkon palans me Sali Berishën, sepse Belinda Balluku nuk shkon as gjikundi. Belinda Balluku është një njeri i cili ka një mbështetje lokaliste që sot pra interesa lokaliste ballkanike që gëzoni pushtet deri këtu është, por Erion Veliej ka pushtet për te oqeanit, Është fatin e Veliej do ketë tha Berisha për Ballukun. Zoti Berisha është nga ata politikanë që për politik i bën akuzat dhe i tërheq akuzat. Pra, bën dhe miq dhe armiq. Pra, është lojtar politik. Në skenën politike ai luan dhe ditë luaj dhe kjo është aftësia e vet. Nuk marr asnjë deklaratë politike si të mirëqen apo si determinante. Është politike kohës, vjen një moment dhe ndryshon dhe luan. Aktualisht, nëse në Shtetet Bashkuara të Amerikës do ketë një ndryshim të pushtetit dhe demokratët vinë në pushtet, unë mendoj që Partia Demokratike vjen në pushtet dhe Erion Veliej deli pastër politikisht ose deli pafajshëm. Kjo është e vetmja mënyrë. Nëse kjo nuk ndodh, merr drejtimin e opozitës, po, absolutisht. Ky është vetëm skenar që mund të lëvizë gjërat. Por ka një a mund polemizoj pak? se ndjes Arbër se dhe Arbri kanë përshtypjen. Po vetëm, e ka një kështu. Jo, e para o Almer, ka unë shoh një kontradikt madhe në atë që dëgjoj nga ti. Cila është? Demokratët këtu
do vinin pushtet kur të vinin republikanët atje. Po. E tham këtë në 2016, ikën në 2017, Po. e tham në 2024, ikën dhe 2025. Pra, shpresa deri dje ishte Trumpi, tani janë demokratët që të vinë demokratët këtu. Mos kujtoj që kjo që po them mund të ndodhi se i duan të mirën Sali Berisha Jo, Partisë jo, Demokratike. jo. Unë e shoh si të vetmen alternativë shpëtimi për Erion Veliaj. Po flas si klane pra tani. Domethënë, deri dje shpresa ishte që aleati i po e bëj aleat për Po momentin. thot për Veliajin, Unë Almeri. kam vetëm Jo te për Berisha, Veliaj për dhe PD-n. doktori pra bashkë. Berisha Jo, jo. përfiton nga kjo. Atëherë, po kalojnë fazën tjetër. Po. Në qoftë se vinë demokratët në pushtet, duhet kesh parasysh diçka, që njeriu i vetëm që mbajti fjalim, që ishte kryefolsi në dasmën e Alex Sorosit, është Edi Rama. Në qoftë se do hyjmë në Po këtë trik, duhet par konteksti kohor. Erion Si Veliaj, konteksti kohor? ja ta them unë. Edi Rama me Alex Sorosin patën një përçarje apo të them një lloj ftohtësie në marrëdhëniet e tyre dhe i vetmi njeri që ftoi ai ishte Edi Rama. Po. Pse e bëri këtë gjë? Edi Rama para Trumpit tregoi një lloj mbështetje absolute duke bërë kurban Erion Veliajin për të thënë që unë jam trumpist, jam si ju. Unë nuk jam i Sorosit. Po ti, m'fal. Po ju duhet të kujtosh dhe marrëdhënien e ftohur që Edi Rama fshiu fotot me Alex Sorosin. Unë nuk kuptoj këtë, që ne mendojmë që Trumpi ka syt nga Rama, çfarë mendon ai për Soros. Nuk jemi ne që trokasim atje, mo jemi ne që shkojmë. Tani po nuk i shef njeri ato. Si nuk i shef? Po pse rastësisht do të ftesa dy vjeli. Po. Kjo e Amerikës më duket argument i dështuar sepse e kemi përdorur shumë Amerikën që do bëhet nami humbi Bideni, humbi Rama, humbi ajo, humbi Rama, ka ndodhur e kundërta. E ke shumë gabim. Dhe Edi Rama, ndërkohë që Edi Rama është Edi Rama është 2 hapa para Partisë Demokratike në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, prandaj është sot pushtet. Pra, mos e anashkalo faktorin amerikan. Nuk e përjashtoj, po unë po të them që kontaktet e Edi Ramës. Pacolli, jo rastisht mori tenderin në raportit Vlorës. Dakor, mos të hallakate. Shefqet Kastrati, jo rastisht është komshi i Trumpit. Pra, mos të hallakate. Dakor, i marrë, mos të hallakate. Me thelbi është ky që në finale kontaktet e Edi Ramës në Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë edhe kontaktet e Veliajit ose Anasjell. Nuk është një lloj. Janë dy grupe rivale brenda fondacionit Soros. Rama është më i fortë. Po e ka fituar Rama këtë betejë. E ka fituar deri sot. Dy fjali për tu brenda. Avokati se do lëvizë. Dy fjali këtu brenda, dy fjali. Formula e po ju a them atyre që na ndjekin. Kanë 2 formula përpara dhe ata që na ndjekin ta gjykojnë se ne nuk do të ndajmë dot këtu. Formula EVSB, Erion Veliaj Sali Berisha. Për mendimin tim, politikisht për Erion Veliajin do ishte vdekja e plot politike. Ndërsa i vetmi shans që Erion Veliaj të mbijetoj është të jetë si ligji i natyrës me të fortin. Cili është i fortë jetë me Edi Ramën që nuk e do. Nuk e bën dot. Jo, tani premisa jote është Edi Rama nuk e do. Edi Rama nuk e do, do e kishte shkarkuar 10 maj. Edi Rama e ka bërë kurban për të treguar pozicionin e tij kundër Sorosit. Zotri, për mua të jap faktin për këtë. Po mirë, po ta them unë. Zotri, unë po ta marr. Erion Veliaj nuk duhet të ishte në burg nëse e marrim si njeri i thjesht vetëm aspektin gjyqësor dhe juridik. Ta shpjegoj. Tani ti thua që e çoi Rama Veliaj në burg. Jo, po se pranon vetë fakt pastaj. Jo, kjo nuk është fakt. Ky nuk është fakt. Jo, po ky nuk është fakt. Hajde të ndajmë. Ky është tezë, Almer. Do thotë që ti s'do ta pranosh realitetin, unë do të di japësh që argumente. Edi Rama po shkonte atë ditë që u ndalua Veliaj që dhe këtë e di nga njerëz shumë afër Ramës që po shkonte të që ka qenë Edi Rama i porosit si bombës i hidhen erë tani. Po jo, Edi Rama themi që po s'bëjnë gazetarët tanë portalet tonë e dim ne. Tani Edi Rama shkonte të shpallej drejtues politik në Shkodër, se synonte 5-ën atje. Dhe i arrestohet numri 2. Tani e arrestoi ky? E arrestoi vetë para zgjedhjeve? Nuk priste dot që të bënte edhe zgjedhjet merrte në Tiranë 20 mandate. Pra, unë di them një gjë, ta them. Tentoj ta lidh aty ku do me lidh ti, mua më kërcet se Rama është robot. Do të jap 2 argumente. Edi Rama ka thënë tani, do të thonë një bisedë shumë e afërt. Po ta marr si informacion dhe të rezervuar, ka thënë, unë tregova që në zgjedhjet që u bën në 11 maj, tregova që Bashkia e Tiranës nuk ka nevojë për Erion Veliajin. 2, tregova, i ka thënë njerëzve drejtuesve të tij, bisedë. Unë po e marr
a priori. Po, unë po e I ka marr thënë me këtë rezervë. Po pra me rezerva, po ka thënë. I ka thënë drejtuesve të qarqeve që Partia Socialiste jam unë dhe nuk jeni ju. Falë, ti mendon se Edi Rama ka nevojë t'ju a thot njerëzve që ai është ai aty? Si? E ti mendon se jep llogari Rama duke ju thënë Gjoni, gjo moj ti o Gert. Se a e kuptove ti tani që Rama nuk është fishkullen fare mo, tallësh ti. Edi Rama ulet dhe po e bën Rama sigur u shkon Rama t'i japi llogari grave dhe burrave të po jo më avokat. Kush qëndron se ky është debati, kush mendon se qëndron pas arrestimit të Veliajt? Është thjesht procedurë, siç thot Flogerti, apo ka një vullnet politik, siç thot Almeri? Tani, unë e kam thënë dhe i qëndroj shumë asaj që kam thënë më përpara. Erion Veliaj nuk është një çështje juridike, është një çështje thelbësisht politike. Ha pra? Thelbësisht politike. Sepse po ti ishte e tillë juridike, atëherësh për raste analoge neve kemi një Erion Veliaj që është akoma në burg. Erion Veliaj thotë që politikën po e bën Olzdado aty më vlla. Lutem. Nuk thotë që po më bën e drama. Të lutem. Unë e kam shprehur mendimin tim. Në raport me këtë çështje dhe Flogert. Do të s'bie dakord me mua me këtë, po më dëgjoj se s'ka asnjë lloj problemi edhe kur s'viem dakord, nuk është ne çudi e madhe. Ne kemi rënë dakord për të mos rënë dakord. Tani unë kam thënë që Erion Veliaj dhe Ilir Meta janë kurbanët për të justifikuar reformën shkatërimtare në drejtësi. Reforma shkatërimtare në drejtësi është reforma më e keqe që ka prodhuar në një shteti shqiptar për mendimin tim e barabartë dhe me reformën agrare të 1946-s. Ky është mendimi im. Është reformë e keqe apo reformë e kapur? Gjitha bashkë. Unë po them reformë shkatërimtare. Në Shqipëri u bë një reformë, në Shqipëria u orvat, ishte një kavje në raport me një reformë në drejtësi e cila, për mendimin tim, e shkatërroi sistemin e drejtësisë totalisht. Do të them vetëm një rast dhe pastaj Flogerti, Arbri, juve të katër aty ma kundërshtoni. Valbona Saxhaktari, dashur Flogert, ka qenë për shumë vite me radhë ajo që jete vlerësimin në vetting se kush do rrinte dhe kush nuk do rrinte në radhët e gjyqtarëve dhe të prokurorëve, a e di ti domethënë që ka ngelur në magjistraturë, pra nuk është magjistrate. A e di ti Flogert që kjo zonja që sot pretendon të jetë në gjykatë lartë dhe do ta çojnë gjykatë lartë se i ka ata miqt aty, ka sot një vendim, një procedim penal të firmosur të vitit 2024. Është e deklaruar. Procedim penal. Tani njeriu mund të konsiderohet i pafajshëm deri në momentin ku nuk ka një vendim. Unë di që në vetting janë bërë shumë gabime, nga ju e kam dëgjuar, por di që ka pas dhe xhandar aty. Apo jo? Okej, po nuk ka qenë vetëm një person apo dy aty. Po kanë qenë xhandarët e huaj aty që ta sillin dosjen dhe thonë një udhë. O Flogert, tani të lutem. Xhandari vetëm aty ka qenë OMN-ja, e cila ka pasur. Ai ishte. OMN-ja më burr. Ajo OMN-ja ishte institucioni që po tu vardiste ai. Shumë ishte këshillues, sepse po dal nga tema, të lutem. Shumë ishte këshillues sa ndërveprues. OMN-ja në fillim kur avokat si 2015, të lutem. Po. Ka qenë vendosur në reformën drejtësi që do ishin ata që do bënin vettingun. Pastaj këta gallarët Flogert e rrugulluan që ta kishin këta në dorë. Po të kthehemi tek Veliaj dhe po më thua, ja një minutë, avokat. Po më thua që është thellësisht politike, ndërkohë Veliaj po i qaset thellësisht proceduralisht gjës. Në kuptimin që Erion Veliaj ka vdekur politikisht. Dhe duke qenë se ka vdekur politikisht, i ka ngelur vetëm pjesa juridike, si me thonë domethënë, të lajë fytyrën e tij para sa është e mundur në të gjitha mënyrat dhe në të gjitha aspektet. Erion Veliaj do kishte dashur fort që të shkonte në gjykatën e Strasburgut si kryetar bashkie, sepse do kishte lehtësia të jashtëzakonshme në vendimin e tij. Mund të kishte drejt, mos kishte drejt, po ka rëndësi ka. Unë mendoj që Erion Veliaj nuk ka asnjë lloj shansi që të dalin pa një dënim nga këto vepra penale të cilat i atribuohen. Dakor, po a ka mundësi të lirohet siç e diskutuam? Po, duhet të lirohet. Po nëse lirohet, a jemi përballë një dilli që Veliaj ka bërë, fjala vjen me ato që ti konsideron njeriu që është pas reformës drejtësi me Ramën?
duhet të përsëris veten, unë prandaj Jo, po nëse del, më the që ka vdekur politikisht. Nëse ka vdekur politikisht, pse duhet ja pranoj dealin Rama? Rama mund të mos doj që të bëj deal, është Erion Velia që kërkon deal. I thot unë nuk po të shkoj në kushtetuset për të bërë këtë, a do më japësh këtë gjë. Rama mund të thotë të s'du të ati fara ekziston këtë botë. Qa lidhe ka kjo? Avokat, me që se je largë edhe ore, do doja dija, më thua politikisht, pse e goditi politikisht fjala vjen Rama Veliajn? Çfarë përbënte Veliaj për Edi Ramën në rastin që më thua që nuk ka asnjë vlerë? Më çove nga njëri krahun tjetër. Kisha një ide në kokën time. Po, vazhdo ide s'ka. Gafa më e madhe ose amatorizmi do ta quaj unë, që ka ndodhur gjatë këtyre viteve, ka ardhur nga Partia Demokratike e Ret. Po ta kujtosh fort mirë, në vitet 2000, një person si Edi Rama, kryetar bashkie, i cili kostumi kryetarit bashkisë i rrite shumë ngushtë, sepse ai pretendonte të ishte kryetari PS-s dhe pastaj kryeminist ashtu si kundërndodhi, çfarë bënte Edi Rama në vetvete? Mundonte të fuste Shkopin në ngoma, Fatos Nanës ishte kryetari PS-s. Fuste divergjenca, sa Pandimajkon, sa Ilir Metën, pra, sa Erion Veliaj me mjaftin aso kohë, sepse o ka bërë Erion Veliaj me mjaftin opozitarizëm në atë kohë ndaj Fatos Nanës, o nuk besoj se ka bërë kush. Dakor, ti po thot njëjtën gjë ka bërë tani dhe Veliaj. Prit pra të ro. Pra Edi Rama bëri të pamundurin që Partia Socialiste ta adoptonte që të mund ta merrte vetë, që të mund ta rimerte vetë. Dhe për këtë gabim bëri në Partia Demokratike pas 2021-shit. Sepse u stacionua tek Erion Veliaj te Bashkia duke kërkuar largimin e tij, ndërkohë që do duhet të ishte bërë një aleat i fshehur ndaj për Erion Veliaj. Sepse ishte vetmja mënyrë, domethënë, se si të shkatërronte, le të themi, Partinë Socialiste. Armiku më i madh i jote është miku më i madh i imi. Tani është kujtuar Sali Berisha dhe fillon dhe bën gjoja mea culpa me Erion Veliaj. Erion Veliaj ka vdekur. Mea culpa, ose më mirë, atë që aksioni politik të duhet ta kishte bërë 2021-2022 që të dobësonte nga brenda Partinë Socialiste. Atë gjë që bën Edi Rama ditë për ditë sot. Sot dhe Silvia Cakën e dhe zëvendësministën brendshme. Dje mori Gjes Deromenën e bëri drejtor kadastre. Një herë merr një tjetër, një merr një tjetër. Pra, nuk punon vetëm si Parti Socialiste, si majorancë, po punon edhe për t'i futur Shkopin në goma opozitës, qoftë një opozitë të shkatëruar si punë e kësaj. Ky është debati që ka ngritur këtu. Çfarë provash kemi ne publike që Veliaj ka tentuar t'i fus Shkopin në rrota, fjala vjen Rama, siç bëri Rama me Nanon? Në të gjitha rastet ka pasur. Në të gjitha, Erion Veliaj, Erion Veliaj që nga 2015 në momentin kur u bë kryetar bashkie, tentoi dhe bëri, arriti deri diku që të krijonte një strukturë të vetëm brenda Partisë Socialiste. Të gjithë drejtorët që kanë qenë në Bashkinë e Tiranës nuk kanë pas asnjë lloj lidhje me Partinë Socialiste, lidhje politike kanë fjalën, që të kenë qenë të zgjedhur në Partinë Socialiste. Zero. Kanë qenë të gjithë të arrorisht asi të vendosur nga Erion Veliaj, pra nuk kanë pas një background socialist. Personat, deputetët, Erion Veliaj në 2021 kishte pak në 10-15 deputet në Kuvendin e Shqipërisë, të cilët pretendojnë se i kishte vendosur ai me dorën e tij. Pra po krijonte bërthamën e vetë Erion Veliaj brenda Partisë Socialiste. Dhe jo më kot, po ta kujtosh mirë. Dakor, po më thuaj aktet Veliajt që në parti politike, ai që kontribon më shumë, ai që sjell më shumë burime njerëzore, ai që sjell më shumë vota. Po është normale ajo më burr. Avokat, ja ta mbaroj avokati. Po. Po e trajton si kur Erion Veliaj merrte njerëz nga rruga, nga koshat dhe i plaste aty. Okej, po ta kujtoni ka dalë një herë Edi Rama para pak kohësh, disa kohësh, kur ishte lufta e ftohtë, Belinda Balluku, Erion Veliaj ishte në kulmin e vet. Ai sa u desh Edi Rama të dilte dhe të thoshte dhe mjaft më me këtë historinë se unë do qëndroj këtu, se unë jam kryetar, unë do qëndroj, nuk ka garë për kryetarin e Partisë Socialiste këtu. Jo më kot e tha një gjë të tillë. Se ai po kuptonte domethënë që brenda Partisë Socialiste kishte një lloj dualiteti. Edi Rama i ka frikë këta dy, edhe nuk ju thot dot të dyve me një mesazh që o Bela tash legët më bet o Europë, legët më bet, po do dali ka thot në televizor. Që na hedhi neve tani këtu, merremi ne gam. Jo, nëse.
Ti banalizon gjëra, ti mendon domethënë sikur je me mua në tavolinë dhe ne dy mund t'ja nga që ja dim të djetë njëri tjetrin dhe mund të flasim kështu. Fal, e drama me Veliajin, ti mendon se flasin për Aristotelin dhe Thukididhin? Po jo mër burr, po jo mër miku im, jo, tani ti dhe unë dhe gjithë ne kemi ndet me politikanët. Nuk është se flasim për filozofie, për ku diun se çfarë burr tani. Arbër, kush qëndron pas dhe kush e kërkon eliminimin politik të Veliajt, nisur nga fakti që Flogerti thotë që është thjesht, domethënë një goditje e ndërmarrë nga SPAK, qoftë edhe me objektiv për të goditur edhe Ramën, sepse ka ndjerë Partia Socialiste para zgjedhjeve, këtë goditje e ka ndjerë në kock në kuptimin elektoral të fjalës, ndërsa qoftë Almeri, qoftë avokati thonë që pas kësaj është fshihet dora e kryeministit Rama. Tani, ti marrim me radhë, hipotezat. Hipoteza e parë është që e goditi Rama. Unë mendoj që kjo hipotezë nuk qëndron dhe do të arsyetoj pse. E kam thënë herën e kaluar dhe kur i kthem pas në kohë periudhës, sepse gjithmonë para arrestimit ka një periudhë para përgatitore të opinionit publik. Unë i kthem periudhës një vit para arrestimit që ndodhi në shkurt të këtij viti të zotit Veliaj. Ishte një vit në të cilin kishte një përplasje, jo përplasje verbale, po kishte një përplasje me gjeste nga ana e zotit Rama në drejtim të zotit Veliaj, në të cilat ishin prerje fotosh, vendosja në Tiranë edhe personat të tjerë për ta ndihmuar në qark, dhe patjetër gjithçka filloi me arrestimin e 5D-s. Pra aty filloi debati ose aty filloi pakënaqësia që zoti Rama mendoi unë mund të ketë patur nga informacionet ndryshme që ka patur në drejtim të zotit Veliaj. Por ndodhi një lloj ftohje, një lloj, po themi, problemesh që ka patur zoti Rama dhe mos rakordim, mos pëlqim, ndoshta me qasjet dhe me gjërat që ka bërë zoti Veliaj, por pasaj ka patur dalje të përbashkëta, ka patur aktivitete, ka patur konferenca, pra ka qenë një qasje e cila ndryshoi në paktën 3-4 muaj para arrestimit të zotit Veliaj. Madje po të kujtoni opinionin publik në atë kohë thoshin që nuk ka më probleme, Veliaj është rehabilituar. Pra, unë nuk besoj që zoti Rama është vllai i djallit dhe ndërkohë që rehabilitoi gjithmonë në klapa zoti Veliaj, të nesme në arrestoi. Atë për një pyetje Unë nuk mendoj që ka patur. Ja, një minutë, avokat, vetëm një minutë se ta mbaroj Arbri dhe insistoj te kjo pjesë. Nuk ka qenë zoti Veliaj në asnjë moment një individ i cili ka rrezikuar zotit Rama pushtetin. Zoti Rama ka qenë konsekuent i qëndrueshëm në fuqinë e tij. Një muaj para zgjedhjeve, 2 muaj, 3 muaj, 4 muaj, 5 muaj, 6 muaj, Partia Socialiste dilte 78+. Që do thot Rama nuk ka patur asnjë lloj shqetësimi. Që do thot Rama edhe nëse kishte dyshime që Veliaj mund të punonte kundër, i vendosi Mangasteliun, i vendosi Elisa Spiropalin. Pra e markoi. E ndoqi dhe vetë pjesën e Tiranës, e ndiqte edhe vetë se kishte edhe për zemër shkak të periudhës që ka kaluar në bashki, dhe automatikisht Rama nuk ka patur asnjë interes. Po avokat, avokat marr hipotezën me radhë. Nuk ka patur interes ta arrestoj. Edhe nëse ka patur, nuk kishte përse të rrezikonte ta bënte para zgjedhjeve, sepse do t'i krijonte efekt, do t'i krijonte impakt, njerëzit e tij do demotivoheshin, nuk do punonin etj. Pra nuk më rezulton që ka patur arsye. Nëse dikush më thotë që ka lexuar mendjen e zotit Rama dhe ka parë në mendjen e zotit Rama që arsye që arrestoi Veliajin, atëherë na i thot. Jo, por shpallën mos kompetencën. Jo, ne duam akte. Arsye logjike, politike, kalkuluese. Po avokat. Një fjali të lutem dhe u them atë në mirë. Po. Tani, nëse ju më thoni mua që ajo çfarë ndodhi Erion Veliajt nga data 9 shkurt deri në datën 9 mars, ndërkohë që ishte në paraburgim. Pra sjellja brutale sipas Berishës, normale sipas Flogertit dhe meje, që bëri drejtoria e buxheve, e drejtuar nga Ulsi Manja, ministri i drejtësisë, që kishte bërë vetëm me kokën e Ulsi Manjës, atëherë më falni, po unë nuk marr vesh fare nga politika dhe po i vazhdoj zanatin tim. Prokurori hyn kërkon të bëj gjëra në burg apo s'ka lidhje? Drejtoria e burgjeve 0. S'ka fare lidhje që drejtoria e burgjeve
Në momenti kur një person futet në baraburgim nga ai rrethimi aty, Pse nuk qëndron kjo që thot Nardi? Dhe drejtoria e buxheve Kundër argumentit. ecën me një rregullor, me një listë posaçëse dhe me rregullore të Kundër avokat. Arbri ka një argument që shkon kundër kësaj. Kundër argumenti. Nuk ka patur nga t'ja mbaj drejtoria e burgjeve. Një gardian i dha celularin zotit Veliej dhe po vuan dhe ai pasojat e inkazimi penal dhe është duke u hetuar. Pra, ka qenë e detyruar drejtoria e burgjeve të marrë këto masa pas kërkesave dhe insistimit të SPAK. Është hera e parë që SPAK heton dhe e ka shqyqyr të pak nuk e ka arrestuar një gardian sepse i dha celularin zotit Veliej që foli me familjarët e tij. Ndërkohë ka patur me 10, me qindra gardian që kanë dhënë celularët e tyre edhe eksponentëve të krimit dhe grupeve kriminale dhe nuk ka patur asnjë gjë ndaj tyre. Pra, frika dhe gjithë ajo presioni i madh që është bërë zoti Veliej nuk ka qenë në asnjë moment nga politika. Ka qenë drejt për drejt nga SPAK. Dhe do jap tani një fakt, siç po thot Arbri, mua deputet Kuvendit Shqipërisë, që ti si avokat, po dhe ne e dim, nuk kanë nevojë për lehtë posaçme për shkuar dhe për takuar. Nuk i kanë lejuar. Nuk e ka. Ka shkuar te dera, i ka thënë drejtori i burgut, e di çfarë, po për mua, jo Veliejn, po tako gjithë burgosrit, se takon. Po SPAK-u nuk lejon dhe nuk e kanë lejuar, Madje edhe senatori italian kanë ardhur, edhe senatori italian kanë ardhur dhe nuk kanë patur mundësi, nuk i kanë lejuar. Ish deputetit, është më deputet. Se regato në Itali. Po, mjafton deputeti o Almer, deputeti i Republikës Shqiptare. Në momentin kur dikush është i pa burgosur, jo deputeti, po zoti nuk shkon ta takoj dot. E keni gabim. E ngatroni temin. Atëherë çfarë pas ka bër Ulziu që thot Saliu Erionit gabim, se po kuptoj. Me që nuk u lejo, pas ka bër drejtoria e burgjeve, i zaporzove vetën, ha. Dgjoj një sekond. Ajo që sapo the për lidhje me deputetin, nuk lejohet. Po. As deputeti as edhe një gjë. Po çfarë i kanë bërë Erionit atëherë? Njerëzore, se Erioni janë kohë që s'm lejon me taku njeri. Ti thua që nuk lejohet në paraburgim. Nuk lejohet, pra dhe unë po them një gjë tjetër tani. Po të mos ishte kështu, se ju s'të lini as të flasësh, nuk do dilte ai përgjimi i famshëm i Erion Veliej që thoshte Ulsi Manjën duhet ta mbys me thonjë. Po çka Erion Veliej është njeri në burg, o miku im, është njeri në burg, është njeri në siklet, është njeri pa informacion dhe ka gjithë drejtën e tij shpërthesin. Nuk e mbron dot në Flogetës, nuk mbrohet. Po nuk mbrohet ajo pjesa që flasim për procedurën, nuk mbrohet. Unë po them, a lejohet deputeti? Zotëria thot nuk lejohet deputeti. Avokat pyes o vlla. Avokat se e di që ndjes për kohën. U zjatën pak, të falenderoj shumë. Jo, se dua ta vazhdoj pak me avokat, faleminderit. Po ta vazhdoj pak me jo me Almerin. Po ta gjejmë Almerin. Si jo, po se më provokoi, tha nuk mbrohet dot. Tani nuk e mbron dot. Unë po mbroja drejtorin e burgjeve, Veliejn apo Ulsiu. Atëherë. Unë po pyesja për procedurën më shumë mirë. Lejohet, s'lejohet. Flogerti do ta mbaj debatin, do të thënë pozicioni që ka marrë Flogerti në këtë rast në debat aktualisht sot, qartësisht papa mundohet që të marrë argumenta pro Erion Veliejt për lidhur me legitimitetin e tij në proces. Është i drejtë, këto nuk do të hyj fare. Unë di një gjë që Edi Rama është specialist dhe mjeshtër në të gjitha hapat që kanë ndjekur në shkatrimin e figurës Erion Veliejt. 1. Për të treguar opinionit publik që ky person është i rrezikshëm për Shqipërinë. 2. Për të treguar që është i rrezikshëm për gjyqësorin. 3. Dhe për të treguar media se mos e mbroni sepse ky njeri është kapur shamat në korrupsion me gjithë dosin që doni që nga Mender Brekta Ajolës e gjitha detajet teknike që i nxorën dhe idiotësit më të vogla. Por Erion Veliej nuk ra nga qielli, më Rama e bëri ai që është. Nuk e bëri Rama, e bëri Fondacioni Soros. Ramës ja diktuan i tha do jetë ky aty. Tjetër për Erion, tjetër për atë ai mban tjetër kush atë se mban dhe kush. E di pse humb debatin me ty unë? Sepse unë nuk kam qenë aty kur i është diktuar Ramës nga Sorosi që është tjetër. Ky është perceptiv. Tu e humbur. Almer. S'ka qenë tavolinë. Ka qelluar ai në tavolinë, çfarë i bëj unë? Almeri s'ka folur fare sot. Jo, nuk dua që ne të garojmë kush flet. Unë duhet të them ato gjëra që mendoj që duan thënë për një pjesë të pazullës. Zotëri, Erion Veliej, Edi Rama pse tashmë është mjeshtër? Është mjeshtër sepse e nxori vetëm me përgjimin Allah që përmendi avokati. Merr dëgjoj përgjimin, ta dëgjojmë hap pas hapi përgjimin. Arbri thot kur s'ka qenë Veliej rrezik për
elektoral për Ramën. Madje edhe një argument, si ka qenë me ndryshimin që ju bë legjislacionit për kryetarët e bashkive, ky që mandati i fundit i zotit Veliaj në kryet bashkisë Tiranës në 2027 do ishte i papunë. Pra do varej përsëri nga Rama, do ishte politikë. A do mbante kryetar partia apo do e linte? Do mbante ti bie kokë bisedës apo po nxjerrin do të bien kokë. Po bjerin kokë pra për këtë jemi këtu. Në 10 orë të 2024-s, Erion Veliaj vajti i çoi sinjale Sali Berishës. I tha, jam gati. Këtu mund të kesh informacion, pastaj këtu po ta them, i tha, jam gati që neve tha të bashkëpunojmë, të nisim ofensivën kundër Ramës. Këtë lloj lëvizje jashtë Mjeci kush ka qenë apo ai që the pak më herë. Nuk e di kush ka qenë Mjeci, do të them këtë gjë. Ta dëgjojmë se mos na hiqet edhe neve emisionin nga YouTube sepse ideja është që neve i biem vërdall, palët në pozicione mbrojnë idetë e tyre, por pse ka ndodhur? Logjika që ndodh kjo që thua ti, por nuk ka patur akte konkrete nga Veliaj. Akte konkrete. Erion Veliaj i ka kërkuar Partisë Atë mendoj. Erion Veliaj i ka çuar sinjale Partisë Demokratike dhe i ka thënë, a jeni gati për një bashkëpunim të ri në një marrëveshje politike në favor të dy palëve, që do të thotë ndryshimi i pushtetit, Erion Veliaj kalonte kryetar PS-je, Partia Demokratike vinte në pushtet. Kjo lëvizje është diktuar, është zbuluar, është nuhatur nga Edi Rama, që e pa këtë lloj kërcënimi, pra një kërcënim të lëvizje dhe filloi çfarë bëri? Mori masa. Si mori masa? Vuri, sepse dosja e Nesti Angonit apo korrupsionit e Erion Veliajit ka qenë aty. Nuk themi që ata janë qibar, janë të pastër, janë të bardh. Jo më zotëri, ata Erion Veliaj dhe drejtorët e vet janë njerëz që kanë kryer korrupsion. Por Erion Veliaj ligjërisht, juridikisht nuk preke nga kjo dosje, e tregohet aty. Prandaj argumentet dalin që është një lëvizje politike kjo gjë. Pse është aty në burg? Pra është politikisht në burg. Erion Veliaj, Edi Rama pasi e kuptoi këtë gjë, i bëri të gjithë shërbimet e mundshme që mund të bëte Partisë Demokratike. I dha vulën, sepse amerikanët nuk ishin aty. I dha të gjitha favoret që u morën vesh, reformën zgjedhore, gjithë dhe një me radhë, edhe fund fare Partia Demokratike i fali zgjedhjet, të dy palët janë të lumtur, Erion Veliaj është në burg. Është fantastik. Është fantastik. Jo, e ndërton, jo, më pëlqen, domethënë je Andrea Pirlo, je fantastik. Nëse Veliaj e ka patur vërtet qëllim që të bëjë një betejë politike me Ramën, pse nuk e bën më këtë betejë, sepse mund futet në pozicionin e Ilir Metës, që po ngodasin politikisht. Kushta që nuk e bëjnë. Erion Veliaj, nuk po them, Erion Veliaj sot i mungon vetëm mbështetja ndërkombëtare, nuk e ka. Po të ketë mbështetje ndërkombëtare, të them unë që të gjithë aktorët e tërhequr që ishin në mbështetje të Veliajit rikthehen përsëri në krahti. Sepse nuk duan, nuk kupton që keni kontradiktë burr. Mirë, më jo, po një pjesë e asajt atyre që kanë narrativin e Almerit, në 2023-shin thonin që lufta Veliaj-Balluku ka shkuar deri aty, thonin këta, sa Balluku po financon Belind Këlliçin Po është vërtet, do të nxjerrë mua ta them unë këtë. Ti po ta them ty. Jo. Ty tani shif shif tani ku po shkojnë pra tani, ç'a perle është. Pra deri dje thonin Veliajn po e sulmon Balluku që po më lëse më ndërpreu, unë po të lejoj që më ndërprer disa herë. O zotri, po ja jap këtë që ta mbylli siç me dinjitet, siç di ai. Unë po them dje thoje që Veliaj është në luftë me Ballukun dhe Belindin e Saliut. Tani thua që nuk ka kur dyshim tani Veliaj me Saliut. Tani Veliaj është në luftë me Belindën dhe me Belindin apo me është luftë me Ramën. Ta dëgjojmë tash. Kur fantazon mund të thush dhe gjëra kontradiktore. Ata dëgjojmë tash argumentet. Megjithëse ka një gjë. Flogerti mund përdori ironinë sa të dojë, është me shoku janë. Më pëlqen, më thonë që është i qetë, dhe më thonë mundohet ta kaloj pasin pa u ndjerë, por nuk bëhet ashtu. Unë i them Flogertit këtë gjë. Unë sot kam dyshime te mia të forta. Të dyshoj që është Sali Berisha kryetari i PD-s apo është Belinda Balluku. Në këtë gjendje kemi arritur në Partinë Demokratike. Këtë gjë unë ende sot nuk po e evidentojnë dot. Kush e drejton Partinë Demokratike? Por tani unë nisa ti më futet dhe unë të lash. O zotri, Edi Rama sot i ofroi Sali Berishës në kushtet më të vështira të mundshme një lloj marrëveshje që ishte eksistenciale. Pra nuk ekziston edhe Partia Demokratike pa të marrëveshje, pa marr vulën. Ja lan tavolinë zotri.
ja lan tavolinë, e mori vulën. Fakti që amerikanët munguan atë proces, fakti që gjërat po ecin si po ecin, ishte dora e Edi Ramës kjo gjë. E pranojmë se pranojmë, hajtë mos e pranojmë se po ideja që ne duam argumentin, duam faktin, po mos kemi argument, nuk ka dhe fakt, nuk ka dhe debat. Dakord. Atëherë, si ma lidh Veliaj me doktorin vetëm këtu? Ta lidhun. Nuk thash që Erion Veliaj dhe Sali Berisha janë miq për kokë. Jo, kanë interese të përbashkëta. Kanë her pas here frekuencat politike atyre njerëzve dalin në një pikë të përbashkët. Her pas here këta njerëz kanë krijuar flirte nëpërmjet njerëzve të përbashkët për arsye të përbashkëta politike. Unë do të them këtë gjë, që Sali Berisha apo Partia Demokratike nuk u tregua e gatshme ta kapte lojën e Erion Veliajt dhe mbase e ka dhe refuzuar, mbase nuk e ka pranuar sepse ka menduar që Trumpi shëballët ja zgjidhte hallet. Dhe tani Sali Berisha ka kuptuar që pa Erion Veliaj, jo po patjetër pra, kjo bindje absolute e ka prishur pazarin. Se Partia Demokratike po ta pranonte ofertën e marrëveshjen me Erion Veliajin, unë do të them që Edi Rama do ta kishte të rrezikuar pushtetin për mos të humbur. Fakti që lufta e brendshme në PS tregon që të sjell PD-n pushtet, edhe këtë rast do të ishte njëjti skenar. Janë të pamëshirshëm dhe Erion Velis, pra kanë shkuar deri aty tani, sa jo vetëm që e kanë çuar në burg, jo ti, po kjo narrativa e doktorit që ju sulën, po tani edhe atje ku është, prapa hekurave, duan që të shihet nga çdo shqiptar dhe nga çdo socialist si dezertori që është gati të bëj pakt me doktorin për të fundosur Edi Ramën. Janë të pamëshirshëm, kupton çfarë bëhet kanë ndaj Erion Velisë. Jo, këtë paktin me partit ka bërë pakte të hapura publike dhe fsheta sa herë ka pasur interes. E ka treguar koha. Erion Veliaj nuk me Edi Ramën, Erion Veliaj është biologjikisht djalë i ri. Do mendimin tim. Ai kishte gjithkohën e perëndis rinte aty, priste kur të vinte rradha, njerëzit i kishte. Erion Veliaj ka qenë kërcënim për të mirën e Shqipërisë, mendimi im. Unë nuk mbroj Erion Veliajin. Unë bëj logjik politike sipas argumenteve që unë di. Mendimin tim mundej dhe mund të rëzohej në 2017-ën. Po të mundësh Edi Ramën 2025-ën, pasi kishte 8 vjeç qeveriste vetëm. Shumë gabim. Edi Rama Flogert në asnjë palzgjedhje nuk i ka marrë me garë të ndershme, i ka marrë të lëna. Ti rendisën të gjitha. I ka marrë të lëna që kur mori garën e parë me Besnik Mustafajin e gjithë me radhë. Edi Rama nuk e do garën, nuk ka filozofi garën. Zotëri, bli kundërshtarin që ndron pushtet, filozofia e Ramës. Në 2017-ën Edi Rama ka fituar përqime, në 2021-shin. Përqime mo. Ajo ishte gara më e llogaritur e mirë llogaritur ajo zgjedhje. Sepse mos të hyjmë detajet tani. S'ka garë. Se quhen pamundur ku Ilir Meta, që është princi, le të themi, i pasardhësi që projektohej si pasardhësi kryesor i PS-së, sot është kundërshtari më i madh i PS-së. Sepse një fjali do e luajmë. Sepse ne e dim marrëdhënien politike dhe rrugtimin politik të gjithë aktorëve në skenë. Edi Rama me Fatos Nanën dhe me Ilir Metën, dhe me Sali Berishën, dhe këta me njëri tjetrin, nuk kanë patur kur një marrëdhënie shëndosh, mirëbesimi që kanë rritur njëri tjetrin. Ndërsa marrëdhënia e shëndosh luajale mbi 20 vjeçare që ka funksionuar dhe kanë rritur njëri tjetrin, kanë ndihmuar njëri tjetrin dhe kemi ardhur në këtë pikë, është e Edi Ramës dhe Erion Veliajit. Sepse nuk e kanë parë Erion Veliaj ja dha dorën Edi Ramës kur kishte nevojë Edi Rama për të marrë Partinë Socialiste, e mori Partinë Socialiste, Edi Rama e shpërbleu duke e bërë numri 2 ekzekutiv si kryetar bashkie për 3 mandate, se nuk bëshe vetëm ai pa Partinë Socialiste. Tu i ka bërë Erion Veliaj një çunak që zmblidhe 5 veta. Se e pam në Erion Veliaj në 2009 kur doli partinë vetëm, sa vota mori. Ai doli Erion Veliaj u strehuan Partinë Socialiste. Ai doli si instrument, ma di pse ka dalë në 2009. Është njeriu më investuar në Shqipëri, më zotëri. Njeriu më investuar nga Fondacioni Soros. Do ta dish pse ka dalë në 2009. Për të provuar vetëm pse ka dalë. Jo, ka dalë në 2009 sepse duhet të ishte njeriu që do të çante votat e LSI-s që të mos ishte Ilir Meta kingmaker. Dhe nuk ja doli. Sigurisht nuk ja doli. Kjo si tezë. Se bëri nuk ja doli. Armer, ta gjejmë pak Arbrin. Po ishte shërbim për sosa. Ta them unë 2009 me që kam qenë atje, kam qenë edhe një nga personat që ka marrë pjesë në mbledhjen që u krijua G99. Kam qenë atje, mbaj mos si tani, kam marrë edhe programin, e kam në shtëpi, madje ju riktheva programin. E lexova një ditë se ishte shumë interesant, kishte edhe një kapitull për gazetarët, si ti bënin për vete gazetarët, si ti mbanin afër, si ti silleshin mirë, por gjithmonë duhet kishin shumë kujdes pa edhe shumë informacion. Pra ka qenë shumë e strukturuar, ka qenë shumë organizuar si forcë politike. Erdhi, ishte një zgjatim i mjaftit, gjithë ata që ishin të mjafti, u futën dhe elementë të rinj që më pas pritës së vërtetës u promovuan në poste zëvendës ministrash etj etj. Dhe ka qenë një projekt i Sorosit, po, ka qenë, këtë se mohojmë dot,
Sepse në Serbi ka qenë një parti tjetër, G16 ose G19, e cila fitoi një 15-17 mandate dhe u fut në atë kohë në parlament. Ka qenë një projekt i Sorosit për çfarë? Por, ka qenë një projekt i Sorosit, ta them unë, nuk ka qenë një projekt i Sorosit për të marrë PS-n. Atëherë ka qenë një projekt në mbështetje të idesë të zotit Rama për të rinjt, sepse Partia Socialiste ishte një parti që kishte shumë probleme me të rinjt. Erion Velia, duke qenë që vinte nga shoqëria civile, shquej për ato festat për partit, ishte një trend të rinjt dhe ishte si i vetmi magnet që të merrte votat e të rinjve, që të mos shkonin te PD-ja dhe të mos të merrte vota LRI-ja, që ka qenë shumë e fortë me të rinj Monika. Pra në shërbim të Ramës ishte. Në shërbim të Ramës. Dakor, po kthehemi tek biseda. Dhe thash edhe një kuriozitet, edhe në atë kohë do ta them dhe tani. Erion Velia i kandidoi në çdo qark, ka qenë i pari listës, fitoi në Berat, që është nga Berati me origjinë, për ata që nuk e dinë, Erion Velia është nga Berati, dhe fitoi mandatin dhe Erion Braçe me komisionerët e PS-s në kundërshtim me me urdhrat e Ramës, i ka djegur 1700 vota, ja ka quajtur të pavlefshme dhe Erion Velia nuk u zgjodh deputet për shkak të Erion Braçës në atë kohë, ka qenë luftë shumë e ashpër dhe egër. Sepse në PS e konstatuan menjëherë që ky do na marri partin, të vjetrit sidomos, dhe ju turën menjëherë dhe nuk e lejuan. Rama e bëri sekretarinë. Dhe Rama e bëri në 2012 sekretarinë dhe emigracioni dhe çfarë bëri Braçën e dënoi, e hoqi nga Berati, e çoi në Fier me insistimin e Gamozuçit sepse dhe mund ta hiqte fare. Po kthehemi këtu Arbër. Jo, se duhet i themi sa gjëra. Kjo tregon shumë pra për atë marrëdhënien që po flistin. E kemi një arkiv. Patjetër nuk është asnjë gjë për të fshehur që diçka në raportin politik, personal, miqësie, që Rama ka patur me Velien, u thye. Ku mendoj unë që u thye? Unë mendoj dhe insistoj që u thye te 5D-ja. Sepse para 5D-s, Erion Velia ishte ai kryetari i bashkisë që nuk ka patur përveç incenatorit që ka qenë pothuajse e gjithë qeveria e akuzuar, nuk ka patur një pikë të zezë, nuk ka patur një akuzë për korrupsion. Por shëmbja e 5D-s, arrestimi i disa prej drejtorëve të rëndësishëm ditën e asamblesë të Partisë Socialiste, se ka ndodhur ditën e asamblesë, arrestimi i disa prej drejtorëve të rëndësishëm, Taulan Tusha, Radimova dhe të tjerë. Pra aty filloi një krisje, mendoj unë, një krisje që u reflektua, më ishte edhe publike. Pra Rama i retushonte në foto, e ka retushuar me Ali Ahmetin, me Menduthacin kur ata kanë ardhur. Kjo është vërtet. Pra ka qenë e hapur, por pas asaj u qetësuan gjakrat. Dhe Rama dilte me Velien, Velia i dilte me Ramën. Pra kanë patur aktivitete të përbashkëta. Në politik nuk ka misi të përhershme, ka interesa të përhershme ose të përkohshme. Unë besoj që interesi i tyre konvergoi mbi ato mosmarrëveshje që mund të kenë patur dhe Rama ka afruar sepse ishte dashur për Bashkinë Tiranë. Unë në asnjë moment nuk insistoj, nuk e kam parë zotin Velia që të jetë një rival ose të ketë tentuar. Është sakrilegj i madh që Velia të tentonte të bënte një marrëveshje me Partinë Demokratike. Edhe Velia e ka ditur shumë mirë. Partia Demokratike në këtë zgjedhje ishte e humbur zotri. Që nga përçarja, që kur ndodhi përçarja, që në momentin që shpall non grata, Meta e bëri. Ishte sepse Meta e bëri në vitin 2004, por Meta kishte një tjetër brum. Meta nuk ishte krijesë e Fatosnanos. Nuk i kishte detyrim Fatosnanos. Dhe mbi gjitha Meta ishte një tjetër prerje politikani, ishte politikani majoritarit. Dhe Meta në PS nuk e mori Fatosnano, madje ishte Meta që kur Nano ishte në burg e mbajti legjendën e Nanos gjallë, nëse kujtoni atë periudhë kohe nga arkivat. Pra, argumentet Veliaj vërtet mund të ketë humbur pikë te zoti Rama, por unë në asnjë moment nuk besoj që ka qenë zoti Rama që ka arrestuar, sepse përfitimi politik i Ramës në afat shkurtër, në afat gjatë është pothuajse zero. Nuk i ka dhënë asnjë përfitim zhdukja nga skena e Erion Veliajt Edi Ramës. As dëm si shka kërkuar. Sepse as dëm, po nuk i ka dhënë një përfitim. Për cilën arsye Rama do agjonte kaq shumë energji, të konsumohej te spaku, ti thoshte merrni atë, merrni këtë, dhe ndërkohë nuk se përfitonte në një gjë. A do flas Erion se kjo është pak a shumë se jemi në minutat e fundit. A do flas çfarë do bëj tani Erion Velia? Do ta nis nga këtë nga arbri. Edi Rama kanë kokë ka projektuar mendin e tij që të ngeli në historinë të vend, siç po pretendon që të fuzë Shqipërinë në Bashkimin Evropian dhe rrethanat po japin të drejtë ose po japin avantazhin që të arrijë të gjitha objektivat historik që ka Edi Rama lidhur me Shqipërinë si kryeministër.
Unë mendoj që edhe për të mirën e Shqipërisë, Shqipëria do andarësohet Bashkimin Evropian. Unë e besoj këtë gjë. Sepse janë konditat dhe kushtet historike, gjeopolitike të momentit që favorizojnë Shqipërinë, Ukrainën, Malin e Zi dhe Maqedoninë që ne të andarësojmë në Bashkimin Evropian, ose e meritojmë. Duke ditur këtë gjë shumë mirë Edi Rama, nuk ka dashur që kjo ëndër të ndërpritet në mes nga Erion Veliaj, që u tregua i nxituar në ambicien e vet për t'i zënë vendin e Ramës. Pse Belinda Balluku, zotërit, marrën krahun e kundërt, ka një pushtet absolut shumë të madh të shtrirë në çdo cep të Shqipërisë, sepse ajo nuk kaloi kurrë vijën e kuqe, ajo nuk kërcënoi kurrë karrikën e Edi Ramës, por qëndroi aty e heshtur, qëndroi aty si njëri që kërkon të bëj para, por jo të zër, jo të pretendoj politikisht vendin e Edi Ramës, dhe Edi Rama ta lejon të vjedhësh të bësh korrupsion. Por nuk të lejon, Balluku diçka siç i ka ndodhur Veliajt, Balluku ta i them bindur që ai zotëria do vi këtu do thot sapo rrezikoi karrigën e Ramës, Rama e futi në burg. Si i gjithë argumenti, di për çfarë ndërtohet, e që ndërton Almeri. Që spakun e ka Rama në dorë dhe doktorin po e dënon Rama. Po ke për ta parë, jo më ke spakun. Në finale Belinda Balluku çatia fikon te doktori ore. Shumë shpejt do dëgjosh lajmet për Belinda Balluku. Ti lutem mos e thuaj më se ta jap një argument pse jo zonja Balluku. Shkuar. Ta jap një argument pse jo zonja Balluku. Po të shikosh karrierën politike të zotit Rama, në asnjë moment zoti Rama nuk i ka shitur bashkëpunëtorët e tij në detyrë dhe bashkëpunëtorët e tij femra. Po më le ta them. Femra, po unë s'ta mbi të arrestohet, se Belinda mund të arratiset. Po jo më jo. Po që Belinda Jo, pse? Mirë, dakord. Kemi rastin e zonjës Gjaçka, nuk u çuan në gjykatën kushtetuese. Pra u mbrojt. Po ishte po ta çonte do lëshohej. Tani edhe rasti i zonjës Balluku, nëse do kërkohet çfarë lloj mase do vi nga SPAK, fillimisht do kaloj nga kuvendi. Po, e vërtet. Dhe do e ka përsëri Rama në dorë ta lëshoj apo jo. Ne dimë që Rama ka çdo gjë, Rama ka Lindumanin në dorë. Rama merr në orën 2 të natës Lindumanin telefon më. Atë se di. Rama i ka të gjitha në dorë më këtë. Nëse ne nuk besojmë këtë gjë dhe analizojmë me argumente dytësore, jo. Rama është njeriu që kontrollon çdo gjë, kontrollon opozitën, ta them unë, kontrollon oligarkët. Është lajm i keq. Nga gjitha këto që prandaj nuk ka rotacion dhe nuk ka zhvillim politik në Shqipëri më. Prandaj opozita është në këtë drejtë. Nga këto që the, kjo është më e keqja, konstatimi më i keq. Që Rama kontrollon. Po, është vërtet. Si e shikon fatin? Kjo pastaj është tërësisht fatin politik të Veliajt. Shiko, fati politik unë jam me atë që tha Almeri, por jo në këtë fazë. Fillimisht zoti Veliaj e para njerëz se nuk e bëra dot replikën edhe me avokatin se iku. Zoti Veliaj nuk ka më politikisht çfarë të bëj. Politikisht do jetë një gjumë i madh nga ana e tij dhe një fjetje e madhe sepse nuk ka çfarë të bëj. Duhet mbylli problemi me drejtsinë dhe pasi të përfundoj çështja e drejtësisë, ai mund të jetë përsëri aktor pas kuintave ose faktor politik pas kuintave. Çfarë do lloj vendimi që do vi nga gjykata, nëse do të vendimi formës prerë, qofse dënohet edhe me 1 muaj, e ka shumë të vështirë të rifutet përsëri në lojë se nuk e lejon ligji i dekriminalizimit. E qartë. Pra, mbetet për të parë, por fillimisht zoti Veliaj tani se ne nisemi për shkak të asaj që e kemi parë në kushtet e tij më të fuqishme në periudhën e tij më të artë, ne nisemi edhe ndoshta për një shkak të një bon sensi, nisemi dhe themi që nuk ka mbaruar, do kthehet andaj këtej është shumë e vështirë rikthimi. Është jashtëzakonisht shumë i vështirë, është Berisha, është i pamundur. Për Berisha u rikthy Saliani, në momentin që ti e trajton vetëm si viktim politike. Shiko, ka një gjë. Viktim politike, politik. Po pra, po. Ti ke mundësi të rikthesh. Po pra, po kishin parti në krah. Berisha kishte partinë, Saliani kishte partinë. Veliaj nuk e ka partinë. Nuk ka asnjë korrent brenda partisë që Almer, Flogert, ndje se kam me Almerin këtë. Vazhdosh me Almerin. Almer, para disa ditëve doli një video që rezultoi të ishte thjesht një video, domethënë e para 4 vjetëve gjë që u sqarua, por që u aludua që kjo video mund të jetë një video e nxjerrë nga njerëz të Veliajt, paktën me të diskutohej. Pyetja është, nëse nuk ka këtë që po themi me Arbrin, një mundësi që të krijojë një fluks politik në mënyrë që të kushtëzoj Ramën apo t'i bëj presion Ramës. A ka mundësi Veliaj reale që nëse nuk ka këllqe për një betejë politike të bëj një betejë në kuptimin që të ekspozoj, le të themi, korrupsionin e Ramës apo ministrave të Ramës, siç
deri diku po bën Ahmetaj, por që po e bën me... Nuk e bën dot asnjëri. Ja, të gjëmë Almeri. Po. Edhe unë mendoj të njëjtin gjë. Aktualisht Erion Veliej ka vetëm një strategji për të qëndruar edhe për të bërë dëm politik në kampin e socialistëve. Ose pra Erion Veliej nuk mund godas Godinën, pra mendoj një sniperist i cili përballë PS-s ka marrë sniperin dhe duhet godas ta rrëzoj me plumb sniperit, të rrëzoj Godinën, nuk e bën dot. Do top Godinën. Ai topi nuk e ka. Ai ka vetëm një shans, si sniper që është, të govrasi politikisht tek e tek gjithë kundërshtarët e tij. Dhe këtë gjë besoj do të bëjë. Nga do ta nisi? Do ta nisi nga dosja e Belinda Ballukut. Dhe unë kam qartë që dosja e Belinda Ballukut e përbërë nga dy prokurorë, Altin Dumani dhe Dritan Premçi, është një dosje shumë e nxehtë që mund të involvojë dhe mund të ndikojë dhe mund të lobojë Erion Veliej për ta dëmtuar Ballukun këtu. Kjo është dosja që kam, dosja Tunit Llogaras. E para, nëse Spaku apo një pjesë e prokurorëve të Spakut janë ramis, një pjesë të tjerët nuk lexohen se me këtë janë. Dhe mund të jenë njerëz që mund të ndikojnë nga interesat e momentit, se kush është më i fuqishëm SBA. Dhe duke parë nga këtë natyrë të lëvizjeve në Spak, mendoj që të vetmen armë të fortë që ka Erion Veliej sot është vetëm të përdor njerëz të drejtësisë kundër kundërshtarëve të tij brenda partisë. E dyta, është mirë apo keq, është i detyruar të furnizojë me informacion, siç ka ndodhur në të shkuarën, të gjithë njerëzit e rëndësishëm Partinë Demokratike që mund të sulmojnë kundërshtarët e tij. Dhe këtë gjë mendoj që ai e bëri dhe e ka bërë deri diku me disa emra. Për shembull, dalja e videos së Olci Ramës me Arjan Dojën, mendoj që jo rastisht doli atë ditë, sepse video ka qarkulluar, e kanë shumë njerëz. Atë ditë doli për të tërhequr vëmendjen dhe për ta spostuar vëmendjen për të thënë që shiko, këta njerëz për të thënë më shumë mesazh socialistëve. Që ky njeriu që po më shkarkon mua të nderuar socialist është ky që bën pazar me PD-n dhe nuk është ky socialisti i vërtet. Pra në një farë mënyrë kërkonte të kishte një përshtyellim në kampin socialist, pra të krijonte idenë. Bëj qëllimisht po thua. Po besoj që nuk jo rastisht doli atë ditë, sepse Poli Hoxha nxori, jo rastisht Poli t'i dhanë atë ditë natë nxirë ti. Pra unë mendoj që ka një skenar, se skenari mund të jetë disa opsione. Ishte ndrimi fotos profilit nga ana e zotit Basha, nuk është. Kjo është më e bukur, këtë komenton Redin vonë. Po unë di them këtë gjë që sot Erion Veliej nëse do të masi aleatët dhe forcat e veta, do të thrasë kush janë miqtë e tij. Asnjë nga miqtë e Erion Veliejt nuk del publikisht krah ti. S'është ky momenti, Elmer. Jo s'është ky momenti. Ore jo te kërkoj ndihmën apo jo. Nuk është. Ka një gjë. Kur ata e dinë që Edi Rama është sot forca kryesore, është njeriu i gjithë pushtetshëm, ata jo se do dalin publikisht. Po çfarë duhet bëjnë? Të nxjerrin një Nesti Angon. Nuk ka lidhje me Nesti Angon. Sot për shembull nuk ka njerëz që të dalit në mbështetje të shprehë Erion Veliej solidaritetin nëse duke sulmuar edhe aferat korruptive brenda. Më shumë bën gazetarë, më shumë bëjmë ne. Për thënë që Rama gabon këtu, gabon atje. Nuk ka njerëz, nuk ka njerëz. Çfarë duhet bëjnë? Çfarë duhet bëjnë? Ai këtë standard e ka ruajtur me të gjithë. Atë që bëri Gazpaja me të vetët që nuk vajte ti refuzoi. Atë të bëjnë. Nuk ka fol. Jo, duhet ta bëjnë firmosur ndërkohë. Ka një gjë, të paktën ata e refuzuan. Tregon një lloj u pa kush ishin njerëzit e Veliejt. Aldo Merkoçi tha unë jam kundër. Të tjerët nuk ka element që e bëjnë këtë gjë në PS. Pse nuk e bëjnë? Sepse Veliej nuk e shikojnë sot të pushtetshëm. Çfarë fitojnë? Si çfarë fitojnë? Ka një gjë. Çfarë duhet bëjnë? Miku duhet ore kupton. E kam shumë sinqert se kam fare me Kjo që thot Almeri qëndron. Ka dy plan. E ka bërë Etien Xhafaj. Ka dy plan. E ka bërë Etien Xhafaj, e ka mik, e ka mbajtur qendrimin, mori koston e vet, ai nuk ka rëndësi, e ka bërë. Çfarë fitohet më burr? Almer ka një gjë. Shumë janë të rinj në politikë. Tani mund të mbyllin karrierën e tyre politike duke dalë kundër një vendimi që është urdhër. Kjo është pjesa çfarë përfitojnë ata, çfarë pitën duke mos e mbështetur Veliej. Justifikuese. Pjesa pastaj që edhe unë jam me ty, besoj që ata të paktën para se të votonin, pra atë qëndrim që mbajtën, duhet të thoshin të vërtetat e tyre si e kanë njohur Erion Veliej. Ata duhet të jemin variantin, ore çfarë ka ndodhur në Bashkinë Tiranë sipas tyre, sepse nuk e thanë shumë veta. Dhe mbi gjitha kjo është ajo që thua ti dhe unë bie dakord me këtë pjesë, nuk kemi të bëjmë me një politikë të moralshme. Nuk kemi as në një seminar fetar, nuk kemi as në një medrese, pra kemi të bëjmë me politikë. Politika, sidomos kjo e Shqipërisë, është jashtëzakonisht shumë me egër, miku im. Unë jo më larg se sa pak më parë citova dhe në kaluar, po mu rikthye një tjetër episod i Petromarkos. Dhe e arrestuan Petromarkon, një nga themelusit e komunizmit në Shqipëri, lidhur me Kominternin, e arrestuan shokët e tij.
Shokët e tij arrestuan në 47 dhe bëri 3 vite burgim. Shokët e tij, një nga njerëzit më të ndershëm, më idealist, e arrestuan sepse kishte qenë përkthyes me disa oficerë që vinin të UNRWA, që Malstafa vra për këtë arsye. Jo, është tjetër gjë, po flasin një gjë që ja dëshmon. Dhe çfarë ndodh? Rastisht që është në burg Petro Marko dhe i thot takon dikë, i thot po ti për çfarë je futur në burg? Unë i thot sepse shava Koçizozën, i thot. Po ti tjetër i thot, unë sepse mbrojta Koçizozën, i thot. Po ti tjetër i thot atij, unë sepse unë jam Koçizozë, i thot. Tani diskutimi ky është. Mos të shkojmë në këtë situatë. Po flisja me Flogertin edhe ishte një Rama i thot mjaft Veliajt, mjaft në kuptimin që e organizatës që deri dje Veliaj ka drejtuar. Dhe në atë kohë, Floger më lejo një fjali, sepse jo përfitoj Veliaj nga Rama, jo. Duhet ta themi historikun si ka qenë, se kam qenë aty si gazetar dhe si student i shkencave politike. Rama e ka lutur Veliajin të shkojnë në PS, nuk ka qenë e kundërta. Madje Veliaj shikoi nga faktori ndërkombëtar si një yll në rritje, i cili me ashtu siç ishte Partia Socialiste 2005-2009 me figura shumë të vjetra, shumë e kalbur në atë periudhë kohe, Veliaj shikoi si një person i tretë që mund të thyente sistemin dhe djathën dhe të majtën. Rama u tregua më larg pamës dhe i tha hajde puno për mua. Kjo ka qenë një vërteta në atë kohë. Flogert, si e shikon se nisur nga fakti që edhe Almeri edhe Arbri thonë që nuk kanë ç'bëjnë ata, pyetja është kur s'po bën gjë Veliaj në kuptimin e një, domethënë te letra që dërgoi, vazhdonte, domethënë të mos e fajsonte Ramën, vazhdonte të mos e fajsonte Partinë Socialiste, pra është një betejë që as vet Veliaj nuk është se po e bën. A mendon se ka hequr dorë strategjikisht flas nga beteja përballë për t'ju futur një beteje nën Veliaj tani që flasim është në një pauzë politike. Është detyrimisht në një pauzë politike dhe është në një maraton juridike. Dhe këtë ja kurszon dhe ja dikton marrëdhënia e tij me Spakun, me prokurorinë, se është në një akuzë. Në këtë kuptim, unë nuk më mungon as fantazia, as shprehia, as djallëzia. Të thurun ty tani skenare Oret Varaku, që të t'i mendja e kokës dhe të thuash po mund t'jetë dhe kështu, po mund t'jetë dhe kështu. Pra, perspektiva ka pafund. Unë këtu për shembull shoh atje një djalë që po shet telefonin. Dikush që mund të jetë pas Almerit mund shohë vetëm siluetën. Është çështje këndvështrimi, varet ku je. Tani ne po e shohim gjën në sy. Po thua që këtë e kushtozon kjo gjë. Do të detyruar të jetë në pauzë politike. Tani unë nuk i shoh këto nëse është në pauzë politike, ai bën dot presion diku për t'ia lehtësuar pozitën. Ka ç'a të bëj. Dëgjoj, ai është një pozitë. Vetëm alternativë ka, vetëm furnizoj informacion ka presioni. Po këtë po diskutoj. Më fal. Ka, të furnizoj kundërshtar me informacion për kundërshtarët e vet. Unë jam te Arbri kur thotë që në një marrëdhënie politike pa diskutim që aktorët kanë momente që kanë përplasje, kanë fërkime. E kupton? Në një moment dikush mund të bëhet edhe paranojak, mos po ma fut, mos po ndodhin këto. Por në finale ka një gjë të madhe që i ka bashkuar për herë Ramën dhe Veliajin. Sidomos këta dy. Ata kanë qenë në finale të dy kalkulativ dhe prioritet ishte pushteti. Dhe për këtë, për pushtetin pra, ata te i kalonin çdo vështirësi që mund të kishin në një moment apo një moment caktuar. Dhe çfarë ka ndodhur është që Erion Veliajti ndodhi ky aksident që i ndodhi në raport me drejtsinë. Nuk kam asnjë fakt dhe nuk kam asnjë indicje logjike të shëndosh që të më bëjnë që Edi Rama, të më bëjnë të mendojnë që Edi Rama 3 muaj para zgjedhjeve kap numrin 2 më të fuqishëm në vend që është në partinë e tij dhe e çon burg që t'i hapi të lashe elektorale vetës. Ndërkohë që listat për deputet nuk i bën Erion Veliaj, i bën te Edi Rama. T'jap një kundërargument. Edi Rama do ma japi vetëm një gjë. Edi Rama i bën te listat për deputet. Nuk e detyronte dot Erion Veliaj. E ke shumë gabim. Gabim. Të gjitha listat e qarqeve janë propozuar nga baza në thonjza, por
ta them, janë të bërë, apo ta them drejt për drejt, janë bërë nga drejtuesit e qarqeve. Mua ma thua? Janë bërë nga drejtuesit e qarqeve. Unë e di dhe sa është ndryshuar në Tiranë, për shembull. Do ta them, sa emra janë ndryshuar. Po, dakor, ma beso këtë gjë. 2 janë ndryshuar. Nuk i ka bërë Edi Rama lista. Nuk i ka bërë pra Edi Rama, por do ta dish, ta them unë atë që nisë të thuash ti. Ka shkuar Ogerta Manastiliu për shembull, ose Elisa Spiropali, ose Belinda Balloku Ramës me listën e emrave. I ka thënë gjë, kryetar, kjo është lista që edhe baza dhe unë mendoj se është listë fituese. Dhe për secilin emër, Edi Rama, që ta dishti, ka mbledh informacion mirë se vin nga 4 anë dhe ka bërë pyetje për secilin emër. Dhe ka vënë vetëm. Atje ku si ka pëlqyer. Po patjetër, po çfarë mendon ti? Ka bërë veton ai? Edi Ramës, i ka shkuar Balluku për shembull dhe po them një rast në një djalë që unë kam mik. Dhe që mua më bë zemra mal që ai është në qytet. I ka shkuar për Erio, i ka shkuar Balluku dhe i ka thënë Erio Mile. Po. Tani Erio Mile ka që fëmijë që është, nuk e dia mund ta njohësh dhe ti Erio, ka që fëmijë që merret me Partinë Socialiste dhe është një familje e majt sa më s'ka. Rama këdo që të pyesi për Erio Milen do i thonë po, djali studiuar, i artikuluar, më se thash. Pra në këtë kuptim, listat që do i shkonin nesër, nëse Rama do vërente vetëm listë që janë mjaft dhe GNC9 dhe do ndjente nuhaste rrezikun që thua ti, do i thoshte këtyre zotrive gjë. Jo dhe fuste pesti. Do t'jap 2 argumente kyç. E para, Edi Rama i ka besuar verbërisht të gjitha lëvizjet të Erion Veliaj dhe Belinda Ballukut për sa kohë ato nuk e ka kërcënuar pushtetin e tij, karrikën e tij. Përmend paranojën që përmend Flogerti, paranoja është një lloj ndjenje apo një lloj sjellje e cila lind dhe trashëgohet me njeriu në çdo kohë. Në çdo moment njeriu edhe një vend pune më të vogël, thashë themnaje, kjo është evidente në jetën e njeriu të përditshme. E para. Për sa kohë ai ka parë e ka studiuar mirë ambientin Rama dhe këta njerëz i ka parë që kanë qenë në situatat në ato basenet e tyre politike dhe kanë bërë çfarë kanë dashur duke komanduar dhe duke mos dirë kërcënim për këtë. Rama ka qenë i qetë. Por momentin që filluan të trazohen ujrat me arrestime, me njerëz që fillonin të kërkonin më shumë, u çmendën nga parat, të të bëj vetëm një pyetje për ta bërë kështu hidhe prit. Erion Veliaj, thua ti, u bë rrezik për Edi Ramën, ndaj Rama bëri atë që bëri. Tani pyetja që kam unë, si mund Erion Veliaj në momentin që shkoi në Burg, ishte më i dobët se kur. Ke gabim. Aty ai ndjesh më i fuqishëm sepse Erion Veliaj kërcënoi. Pse kërcënoi? O zotri. Aty sapo i ipi 5 doja në Burg, sapo i ipi 5 doja ai mbaroi. Ti thua ishte më i fortë pasi ishin vetëm ushtarët e Erion Veliajt. Erion Veliaj këtu nuk ka asnjë mik. Edhe Xhemal Qevalia, që është deputeti ishin generalë deputeti i fundit atje, as ai se çfarë general ishin ushtar që bënin korrupsion dhe vjedhin. Hajdut që vjedhin me bekimin e Erion Veliajt. O zotri, George, të bëj një pyetje më, ja ka edhe për debat. Alex Sorosi, sa kohë ka pa ardhur sot në Shqipëri? Pse vinte Alex Sorosi në Shqipëri? Vinte. Po dalë minutë po. E kisha më në dalë minutë më zotri. Alex Sorosi vinte në Shqipëri. Ishte me radhë. Herë dhe çdo muaj. Sa herë kishte ndryshime e qeverie. Sa herë kishte në lëvizjen parti, ai kishte këtu. Pse e kishte? Sepse ai ishte më ngushtë. Investitori ndjek investimin. Ore ta mbaroja gjë për këtë. Po japim vetëm faktet, nuk po i themi mos e thon. Ska investitori ndjek investimin. Ore dakord, investimi në Shqipëri i 2 menaxherëve të Sorosit nuk po shkonte siç duhet. Menaxherët po prishin investimin në këtë vend dhe erdhi për t'i pajtuar. Ore i ka takuar me urgjencë në muajin janar të 2025-s të dy. Dhe Erion Veliajin dhe Edi Ramën për problematikë kur u arrestuan ata drejtorët e PSD-s. Pse s'ka asnjë reagim nga Sorosi për Veliajin? Sepse Sorosi aktualisht e lëshoi duke marrë të mirëqen grupi i Sorosit brenda, është ai Jonathan Rolet, se nuk duhet bëj si Altin Goxha tani, e kupton? Pra, grupi i fuqishëm i Edi Ramës e bindi Alex Sorosin, i cili është i tronditur nga lëvizjet SHPA dhe se ka shumë mendjen këtu, që Edi Rama ka të drejtë, duhet japim prioritet Edi Ramës, që të paktën të mbijetojnë politikisht në Shqipëri. Dhe mendoj që ky është arsyetimi më i drejtë që lanë Reveliaj në Burg dhe zgjodhen Edi Ramën. Sepse nuk ka arsyetim tjetër. Ore, vinte Alex Sorosi perandor, e kupton, vinte merre me Shqipërinë.
Pse merrej? Sepse të dy e shqetësonin atë gjë. Dhe I thoshte shko mbyll atë sherrin aty në Shqipëri. Po ai merret dhe me Maqedoninë më. Nuk merret si Shqipëri pra. Edhe me Bullgarinë. Hajde të shikojmë. Hape faqen zyrtare të Flexosit. Sa herë ka qenë Maqedoni, sa herë ka qenë Shqipëri. Ngelin Shqipëri më çdo muaj. Çdo muaj vinte këtu sepse të dy ata gjelat e ti po flaseshin fort. Po më fal, çfarë po krahason ti dhërmiun ton me ferrat e Maqedonisë? Sigurisht që kalohet më mirë në Shqipëri se sa Maqedoninë. Erion Veliaj apo njerëzit e Erion Veliajt në zgjedhjet e parakohshme që po vinë. Ktua? Ore, mos e vën dyshim që ta thash. Erion Veliaj po duron Kurbaçin, ças fritet atje çaj bën burg. Pra unë nuk do të kalojnë ato tendencat që përmendin njerëzit ato fabulat e qytetit të fshatit. Unë do të them Erion Veliaj sot ka shtrirë kurrizin dhe do duroj dhimbjen dhe gurët që I hidhen mbi shpinë deri në momentin ta thashun. Unë këtë e kam. Pra Erion Veliaj nuk mund do bëj këtë mbështesë Klevis Balliun apo tallesh ti. Do mbështesi këta budallënjtë e PD-s, po nuk ka shanse valla se s'ka. Nuk ka kë mbështet andaj, e kupton? E kupton që ka arrit PD-ja të kujtim Gjuzi o zotëri Bashkia e Tiranës. Ja, ju vetë ofruar. E kupton kujtim Gjuzi. Çepani ishte një emër pozitiv që po do ta them te kandidati I Tiranës. Pranon me lira më. Ja kjo po. Se kjo është lajm, po na jep lajm. Ta dëgjojmë pak mirë. Kandidaturë shumë dinjitoze. Në 80% të mundësive që ekzistojnë që mos ta bëjmë fakti kryesor të blogerët që thotë dështon, dështojmë dhe atje në klikimet në YouTube. Mos thuaj vetëm dorë të litin dhe jemi në rregull. Jo. Se e kam zonë. Shiko, është një zonjë dhe mendoj që sot aktualisht përdor fjalë për fjalë. Kandidatura më e favorizuar për të qenë kandidate përballë Ogerta Manastirliut, emri I përfolur dhe më shumë I mbështetur është Ilda Zhulali. Dhe mendoj që Partia Demokratike si kandidate foli dhe në Këshill Bashkiake. Radikale. Mendoj që Ilda Zhulali do jetë kandidatja përballë. Nëse do jetë është shumë logjik. E zgjedh Partia Demokratike, por unë mendoj që është kandidate radikale. Nëse Partia Demokratike. Ora kushdo që tjetër ka të Jo, është tjetër gjë, po ka një gjë, ka një humbje me dinjitet dhe ka një humbje të thellë, madje më të thellë se ajo Po shtruese ka një gjë. Partia Demokratike është në krizë, o Arbër, sepse në krizë thot vetëm në krizë do të çdo thot et Paloka thot unë do të sakrifikohem për partinë thot, ma që sakrifikohem. Vetëm në kriza një parti mund të eksperimentojë, vetëm nuk ka struktura, iku Silva Caka Silva Caka, cila tha e PS, nuk ka qenë asnjë. Po dakord pra, Silva Caka tha Edi Rama I përfshirë në trafik armër, sot bën zëvendës ministri Edi Ramës. Këtu të ku jetojmë ne, o zot, hapu dhe o zot. Siç thoshte Meta për Ramën, Rama për Metën, Gazi për doktorin, doktori për Gazin, pra po nuk janë futur në shallet e njëri tjetrit, po flasim për futesh. Varet nga Partia Demokratike, identikiti që duhet ketë kandidati ose kandidatja, duhet të jetë një kandidate ose kandidat I cili të flasi edhe për ata që nuk janë në oborrin e PD-s. Partia Demokratike I ka struktura të shkatruara. Qofse ka një probabilitet, kjo është teza ime që kam thënë që në ditën e parë, një probabilitet që të ketë një rezultat të mirë, fitues është e vështirë por të mirë, është me një kandidat I cili I flet përtej Partia Demokratike. Të kundërt, informacionet e Admerit na kanë rezultuar sakta. Jo, unë se diskutoj fare që thotë Admerit. Thjesht po them tezën time. Unë nuk e quaj fakt që me radikal dhe kush Arbri strategjikisht ka drejt. Por Arbri duhet ketë parasysh vetëm një gjë. Ai ose ajo I cili realisht ka fuqinë dhe ka imazhin për të kaluar përtej vathës Partisë Demokratike, që mund të jetë Çepani, që mund të jetë Ali Mehmeti, e më the thash, ka vetëm një mur këtu, që këta e kanë një pjesë e tyre, Ali Mehmeti për shembull kam qenë në studio kur tha. Nuk e ka pranuar. Këta nuk vinë për të futur në këtë betejë. Pse? Sepse të gjithë ata njerëzit që janë tej vathës Partisë Demokratike do e humbnin në një farë mënyre, ata janë tej vathës sepse nuk kanë besim te ky leadership. Se nëse do kishim një leadership të ri, bën sens ajo që thot Arbri. Pra nëse do kishim një kryesi të re, Partia Demokratike ka një problem shumë të madh, sot është shpërbër në terren, nuk ka struktura. Dhe po them unë, më milioneri, më I pasuri, një person më që mund të blejë gjithë Tiranën. Po nuk të vjen ty Edlira Çepani të asociohet me Sali Berishën se do I dalin nesër parullat aty. Do jetë njëri dhe tjetër, fjala vjen, se u zdi çdo bëj zonë Çepani. Ajo zonjë nderuar, ajo aty ka amanetin dhe kontributin e bashkëshortit të saj, I cili mund të ishte kandidati më I mirë sot për Tiranën. Dhe asaj I bën der. Ajo I bën der, dhe Tiranës I bën der. Por ai momenti edhe ai ndjeri që po flasim që po. Edhe ai nuk është vlerësuar asnjëherë sa ç'duhet nga ky leadership.
Pse ai ka qenë ju më besnik se Sali Berishës më. Po pra, nuk është vlerësuar. Nuk më kupton çfarë po them. Nuk është vlerësuar pas 2013-s, nuk i është dhënë ajo që meriton. Po sepse mori spostoi Lulzim Basha si me bekimin e Sali Berishës. Siç spostoi Jozefinën, Majlindën, Gencin, Dreqin dhe Tbir. Madje edhe te primaret e luftuan më shumë, duke i nxjerrë ca foto, për të cilat ai nuk kishte bërë asnjë shkelje, foto jashtë Shqipërisë, të sponsorizuara nga disa kandidatë që dolën atë kohë edhe për zgjedhjet e PD-s. Pra, por gjithsesi, unë insistoj te kjo pjesë, me këto struktura të shkatruara. Si identikit po. Me këto struktura të shkatruara, e vetmja mundësi që PD-ja ka të jetë konkurruese është me një kandidat i cili është përtej partisë. Nëse do rinë përsëri tek radikalet, zonja Zhulali është një radikale për i të së vërtetës. Jo, zonja është kandidat shumë qytetar, për shembull, shumë qytetar, që unë e kisha mbrëm studie, është e Maga. Pa patur struktura fare, ka marrë mbi 5.000 diçka vota në zgjedhje. Nuk e njoh shumë. Jo, nuk njihet. Zonja Xhepani ka një lloj simpatie, edhe ka një lidhje edhe me komunitetin autokton të Tiranës për shkak të bashortit, pra ka disa cilësi, element që jo dhe Aga është Tiranës Den Babaden, një njeri unë mendoj kandidati më i gabuar për Partinë Demokratike në këto zgjedhje apo në çdo palë zgjedhje në Tiranë është jetë Tiranës. Komuniteti më i vogël sot në Tiranë është Tiranë. Marrim Klevis Balliun, atë pse e kundër Klevisit, se pash që se diket do unë. Jo, ka bërë luftë politike për te asaj, ka bërë luftë politike në Partinë Demokratike, luftë ka bërë të gjithë. Kush e ka bërë luftën te Astiri? E ka bërë Klevis Balliu. Ka bërë dhe libër. O vëlla, unë flas për emra serioze ti më tregon për unë mendoj që tani sot Partia Demokratike i duhet një zonë përballë zonë. Kush janë serioz, Almer? Jo, i duhet zë radikal Armen. Po jo, zë radikal nuk i duhet politikës në tërësi. Ka ikur kohë radikalizmi në Shqipëri ka vdekur. Nëse ti përjashton zërat radikal. Për mua, do kandidat për mua. Më i miri pa i se pranon është Agron Sheaj. Nuk e pranon. Agron Sheaj ka treguar është jugor. E para, Agron Sheaj në këtë garë e mundte, po s'ka partit mbrapa, Partitë Demokratike, e mundte pastër Ogerta Manastirliun vetëm në një sim 5. Se nuk e ka mbrapa Partinë Demokratike. Jo se ka mbrapa se s'duan këta. Nuk ka qenë Agroni pjesë e Partisë Demokratike. Agroni ka një problem. Sot që të bësh garë të madhe të duhet strukturë, të duhet njerëz që të punojnë për të, duhet energji. Nuk ka energji. Partinë Demokratike Tirana është, le të themi, mundësia e madhe që ti e di që sot rrugën gjysma e strukturave të Partisë Demokratike aktualisht në Tiranë punojnë në shtet. Kanë ikur vëlla, kanë braktisur, i thon 16 vjet opozit. Është vështirë kushdo që të jetë njeriu më i rëndësishëm që mund marrim ne sot me këtë skuadër, vëlla, merr të luajm tani Lionel Messi me ndroqin. Po s'ke çai bën vëlla, aq ka takat ka ndroqi. Pra është Partia Demokratike sot është në krizë, është në vështirësi. Kushdo, unë po them, në një kushte normale Agron Sheaj mund të shumë mirë. Sepse performanca e treguar në 2021-shin, retorika që përdor, gjua e shtruar që ka, e bën atë një kandidat të preferuar në opinionin publik. Është më i preferuari. Është jugor që është kusht përballë Manastirliut, ëh? Si, Manastirliu nuk është askushi më zotri. Manastirliu është askushi. Çdo element që kandidon, edhe un po të kandidoj me PS-n fitoj, sepse është makineri. Mënyra si organizohet, mënyra si motivoj njerëz, mënyra si i nxjerrin në punë, është tjetër gjë. Kjo mungon Partisë Demokratike. Është një makinë e fikur. Pra, këtë ka disa avantazhe, sepse kandidat Albana Voksi Almer se e kam dëgjuar si tani e kalove. Jo, duke qenë se ka bërë betejë. Te Klevizi e mbajti, tani se mban dot. Albana Voksi ka probleme me Sparkun ose tri. Nëse të angonin duke i bëj gropë dhe asaj. Po, kjo është arsyeja thonë që pikërisht Albana Voksi e ka refuzuar. E ka refuzuar. Se i duhet imuniteti deputetit. Gabriun ka bërë se do ta fitonte. Në kaq Almer e lëm për sot, falenderoj që të kisha ardhur, kënaqësi që të kisha. Flogert, si gjithmonë kënaqësi. Faleminderit. Të nderuar teleshikues, kjo ishte gjithçka që kishim përgatitur për ju sonte nga unë Red Varaku. Natë e mirë.